Përshëndetje dhe mirëmbrëma, miq të Skaner, jemi në transmetim të drejtë për drejtë. Dalemi tani flasim për të 13-ën e Abisnet Superiore, vjojmë të mbetemi tek produkti ynë, atë për cilin kemi vite që e skanojmë në një mënyrë apo tjetër, keq apo mirë, po duke përcjell atë çka skuadrat japin fushë. Dhe aktualisht në këtë javë të 13 janë ngjeshur distancat. Janë bërë disa lëvizje të vogla në klasifikim aty ku dhe këto kanë ardhur si produkt i sfidave dhe rezultateve të kësaj jave. Dorëzon kreun Vllaznia e Shkodrës, sikundër dorëzon edhe rekordin e pathëshmërisë në këtë sezon në Loro Boriçi, aty ku Teuta fiton me merit gjithçka dhe merr 3 pikë mas 8 vite shkon të fitojë në Shkodër. Në një kohë që Dinamo falë rezultatit të Teutës, falë edhe mos kapacitetet të saj për të arritur për të fituar në Ballsh, zbret në vendin e 5, distancat janë të ngjeshura. Gjithsesi ka një progresim të lehtë të Partizanit që ka javë që po prodhon rezultat, ndoshta është koha për të ardhur te fitoret e drejtë për drejta, por nuk ka pasur kundërshtar të thjeshtë për vërtetës, në një kohë që Tirana mbetet e fundit, aty ku kjo marke rënd vijon të lëngoj për pikë dhe vijon të mundet mos harojmë në mesjavë përballë do të ketë Dinamon. Sulejman Starova, mirëmbrëma. Faleminderit për prezencën, si për është kolona qendrore e analizës teknike Lirim Zalla, mirëmbrëma. Përshëndetje Lirim, kolegu gazetar sportiv Tefik Osmani. Mirëmbrëma. Specialist ish drejtor sportiv me klube të mëdha si Tirana e Vllaznia. Faleminderit për prezencën në studio. Një emër i njohur dhe për futbollin dhe treningun shqiptar, Artan Mërgjyshi, me jo pak skuadra, mirëmbrëma Mërgjyshi. Ka qenë ish trajner i Vorës, punon tek Vora, por sot është këtu për të dhënë opinionet e tij edhe për klubet e tjera të superiores, natyrisht duke i ndjekur, sepse është puna e tyre dhe ndjekin. Për të shkojmë njëherë tek rezultatet e shifrat e superiores dhe të kategorisë parë, aty ku e 13-a sigloi humbje në Shkodër të Vllaznisë me Teutën 0-1, Elbasani Partizani 0-0, Tirana Ignatia 0-1, Bylis Dinamo City 0-0 e Flamurtari Vora 1-1. Bashkëkryesojnë Abisnet Superiore në 13 javë kampionat, Ignatia dhe Elbasani me nga 25 pikë secila, Vllaznia në vendin e 3 me 24 pikë, Teuta 21, në vendin e 5 Dinamo me 20 pikë, Vora 15, Partizani 14, Bylis 13, Flamurtari 10 dhe Tirana 7 pikë. Ky është verdikti deri tanishëm në 13 javë kampionat, pra rokada e vogël mes Teutës dhe Dinamos, por që është vetëm një distancë nga vendi 4 Dinamo, 4 pikë nga vendi i 3 që është Vllaznia, 5 pikë nga i dyti, por ka javë boll. Ka edhe 23 të tjera deri në përfundimin e raundit 36 javor. Në raund tjetër shkojmë shohim shifrat e kategorisë parë. Në këtë javë Besa Korabi 3-1, Skënderbeu Lushnja 4-3, Pogradeci Iliria 0-0, Kuksi Bureli 2-0, Kastrioti Laçi 2-2, Luftëtari Apollonia 0-2. Në javën Në këtë ligë, pas javës së 13, në kategorinë e parë, vijon të mbetet Skënderbeu i Korçës në vendin e parë me 34 pikë, natyrisht ka një pozicion komod, e ndjek Laçi, mëtej Pogradeci, Apollonia, Iliria dhe Kastrioti janë deri tek zona e 6, sikundër shikoni dhe nëpërmjet ilustrimit grafik, 22 pikë Pogradeci, 19 Apollonia, 18 Iliria, 17 Kastrioti, Bureli, Besa, Korabi, Lushnja dhe 2 skuadra e fundit Luftëtari dhe Kuksi. Kjo sa i përket edhe shifrave të kategorisë parë, luhet kampionat edhe atje, i bukur, interesant, jo me mbulim në superiores, por luhet pa humbur kohë. Në mënyrë që t'i japim minutat e dura, skuadrave respektive, nisi me 2 kryesueset, Ignatia që vjen fiton në Tiranë, 0-1 dhe rikthehet në vendin që i takon, apo në vendin që ka patur gjatë gjithë këtyre viteve, po kështu dhe Elbasani që ndalet nga Partizani, por mbetet në krye kjo dhe pas asistit në thonjza të Shkodrës që bëri harakiri në Loro Boriçi duke humbur me merit me Teutën. Ndjekim 2 kronikat dhe kthehemi në studio. Mirë, pam 2 kronikat e para, feruar e 2 skuadrave që bashkëkryesojnë aktualisht superioren, si Ignatia dhe Elbasani, me nga 25 pikë secila. Aty është ngjeshurja, 24 Vllaznia, 21 Teuta, 20 Dinamo për të ardhur më tej, po të paktën 5 që e parë, pra që do të luftoj për këtë vend. Mirë, flasim pak për Ignatia dhe rikthimin e saj në krye Ignatia, e cila sikundër e kisha përmendur në kronika, po e kam folur shpesh, atë që ka si një cilësi shumë të rëndësishme
rëndësishme ka të bëjë me menaxhimin e kohë shtrirjes së sezonit, një nisje sezoni që çdo vit nuk e bën të mirë, po vjen në momentin e duhur, duke lënë të kuptoj që bëni durim, prisni se është koha. Gjithmonë Starova e ke etiketuar që grupin e ka nuk përcjell shqetësim e Gnatja, vjen pikërisht në krye. Është vetëm momenti, por është një skuadër që tani, le të themi, i kanë ndezur me kohë motorët apo përfitoi edhe nga, le të themi, gabimet e tjerëve. Gjitha nga pak nga këto që thatë ju, po e Gnatja kemi thënë vazhdimisht sepse e ka rozën e ka të plot, janë postet e dublume, gjithë lojtarë të mirë, lojën e ka të mirë, po kampionati është i vështirë, sigurisht nuk është e Gnatja e vjetshme, sepse janë ndryshe dhe tjerët, jo për fajt e Gnatjes. Edhe u desh kjo transferta e radhës që për herë të parë dalim vend parë. Sigurisht lufta do vazhdoj se e përsëris parashikohet jetë e fort, nuk është se... Por tregoj që Gnatja është, Gnatja 2 herë kampione, Gnatja skuadra e elitës, pretendente kryesore për fitu titullin. Edhe ka fitoj me vështirësi me Tiranën e vendit fundit, po. Ndoshta Tirana mund të meritote çik më tepër, po. Kjo rritë edhe vlerat e Gnatjes që arritit marrë një 3 pikësh në Tiranë, ndaj një Tirana që donte pikë. Edhe që nuk lujti keq, krijoi 2 raste për gole, 5 jo 3 pikësh i lehtë. Jo i lehtë. Po ka merit pra kur e merr edhe për këtë, se thot, jo, vujti me Tiranën, do vush me çdo skuadër. Transfertat, la pikën Dinamo, humbi vendin e 4 për momentin sigurisht. Se edhe Ballshish, edhe Byli si lun mirë, edhe nuk është kollaj të marrësh 3 pikë sot. Siç edhe Elbasani nuk arriti që përfitonin nga humbja e Vllaznisë sepse kishte kundërshtar të fortë. Ky është kampionati jonë. Kampionati bukur, neshët janë me ritëm, janë të nivelit kënaqshëm. Për mos më fol për tjerat, pastaj se do vim tek ajo. Lirim, Gnatja që merr një 3 pikë shumë të rëndësishëm, të vështirë, por që është në krye. Kjo është e vërtet, ti e i ri, edhe Osmani i ri, edhe tani i ri duket. Më përpara kemi thënë Dinamos në Nëndecja. Nëndecja që i ekipi... Nga më i riu. Sigurisht. Që i ekipi që Dinamo e madhe, ka pas një skuadër shumë të mirë, e fillon të pak qetë dhe ama si Nëndecë, kur dilte mbi ujë, ishte shumë e rrezikshme. Edhe për mua, Gnatja është Nëndecja e kampionatit superiores tonë. Kur del mbi ujë është shumë e rrezikshme. Fillon, di t'i vendosi piketa, di të marri pikët, di të luaj mirë, të zotroj topin, e vërtet e vështirë fitoria me Tiranën. Po e ka mbajtur topin 62%. 62 me 38 është raport shumë i madh, shumë i rëndë. Kjo tregon që Tirana nuk e ka zotruar siç duhet lojën. Ka pasur raste sporadike kur e mundi në 2 luftim shpejtësie kapitenin Aleksi, ai sulmuesi i Tiranës, dhe portieri natyrisht, portieri kombëtar shqiptar, Daj Sinani, duhet vlerësuar për këtë. E shpëtoi portën. Por unë shoh që skuadra e Gnatjes ka një organizim interesant dhe të përshtatur me kohën në Shqipëri. Ka një afërsi midis presidentit, midis stafit, midis trajnerëve, janë gjithkohë në terren, janë gjithkohë në stërvitje, se ka dhe president që hedhin parat për kanë skuadrën larg. Kurse këtu gjërat janë më ndryshe. Me atë që unë kam informacion dhe që më kanë treguar se çfarë ndodh në këtë klub. Sepse edhe të flasësh për cipta si për një nuk është aq kollaj. Por këtu ekipi është shumë i grupuar, shumë afër njëri tjetrit. Me stadiumin e ri kanë bërë një hop përpara drejtësisë dhe mundësisë për të fituar. Po 2 vite rresht titulli kampion nuk është pak. Kështu që gjërat kanë filluar të lëvizin pozitivisht për Gnatjen. Unë e thash dhe herës tjetër që Gnatja po dominon në futbollin shqiptar. Bile shpesh po e komandon atë. Më kujtohet finalja e vjetshme, se më vjen keq se ka qenë drejtor të Osmanit, 4-0 në finale, ha? Mundi Vllaznin. Ma je shikon një çdo javë si për rikujtesë, domethënë. Artan, fakti është që siç edhe Starova e citoi edhe se pam me vështirë dhe me Tiranën, në vendit fundit shumë e vështirë përballë Tirana, sido që të jetë. Unë deri më sot nuk kam pa një neshje të kampionatit tonë që mos jetë e vështirë. Përjashton neshjen e Gnatjas me Ballshin, që edhe ajo zgjidh nga ose ekuilibra në fush kartoni kuq i Ballshit, që shkoi 5-1 dhe gjitha ndeshjet e tjera janë relativisht të vështira dhe nuk ka asnjë ndeshje që mund ta fitosh lehtë. Përsa i përket Gnatjes, pavarësisht ishte patjetër që ishte ndeshje e vështirë, por do të thoya që Gnatja tash ka qetësinë e dur dhe ka një ekip të pjekur
që edhe atmosferën e mirë atje bën pozitive, bën edhe vetë stafi, jo vetëm teknik, por edhe stafi drejtues që edhe kur Egnatia nuk e nis mirë kampionatin, ato i din aftësitë e veta, i din vlerat e veta dhe e prisin këtë rikthim të Egnatias. Pra, jemi ashtu siç e cekët dhe ju, jemi në të njëjtën mënyrë të sezonit të kaluar, por janë diçka më mirë si vjet. Pra, në këtë pikë të sezonit të kaluar. Pretendojnë që vjet kanë qenë më keq se më keq. Vjet kanë qenë me 20 pikë në këtë moment, tash janë me 25 pikë. Pra do të thotë që unë them që kanë pritur, sepse ato e dinë cilësinë që kanë dhe kanë pritur dhe rikthimet e lojtarëve të rëndësishëm. Pra është kthyer Bakajoku që është një nënç që mungon shumë tek skuadrat e tjera, që ka për problemet e tyre nuk e di, po që ka munguar shumë në fillim të sezonit. Është si? Ja, vazhdo. Është kthyer Ruçi, është bërë pjesë e rëndësishme e ingrenazheve të skuadrës. Fernando është po gjithashtu një lojtar që ka cilësi dhe ka vlerë. Aleksi është i padiskutueshëm, është lojtari që rregullon ekuilibrat në skuadër dhe lojtarët e ri që kanë ardhur rishtas, Selmani dhe Albanese, pra duan ato kohën e vet që janë përshtatur dhe janë bërë pjesë e mekanizmeve të skuadrës. Është një skuadër që ka menaxhim loje të mirë, jo rastisht është skuadër që mban topin më shumë dhe është një skuadër që pritet që do të jetë aty në luftë për titullin. Për titullin. Osman, Do thosha përpara se do të pyes. Edhe Liri dhe Presori. Shiko, po të shikosh formacionin e Egnatias janë pothuajse 7-8 lojtarë që kanë dalë vjet kampion. Pothuajse është Porta dhe mbrojtja pothuajse janë të njëjtë. Është i kthyer Ndreca që është shumë i rëndësishëm. Po që ka qenë dhe i ka qenë dëmtuar. Tani po ta shikosh Egnatian, ka një president që në asnjë moment nuk bën deklarata bombastike. Vetëm në fund të kampionatit kur arrin Greto Feon, ai Për trenerin? Jo, thot presidenti Ndemrozi. Presidenti vetëm në fund të sezonit është, e sakt. Më dëgjoj. Ka një trajner që pothuajse ka 3 apo 4 vite që në momentet më të vështira del dhe bën deklarata për mbrojtur futbollistët e tij që thotë shiko, keni kohë dhe do ta shikoni Egnatian në këtë periudhë dhe tani japim të drejtë. Që edhe ti dhe unë mbase s'kemi qenë dakord me ato deklarata apo jo. Të Tetovës, se që janë të vërteta duhet i themi, ka një qetësi absolute. Edhe kur kanë rezultate negative nuk bëhet zhurmë. Por mendohet direkt për ndeshjen tjetër. E tha mirë Lirimi, ndecja ajo është ndecje. Po qikosh skuadrat e tjera, një rezultat negativ, dikush nga trajnerët del po largohen, dikush tjetër bën mbledhje, dikush dhe kjo bën që të jetë ndryshe nga skuadrat e tjera. Një ekip vërtet i madh, janë 2 vite rresht kampion dhe sillen sigur ka filluar sezoni dhe ata sillen sikur nuk janë pretendent në opinion, por në vetveten e tyre ata janë gjithmonë pretendent. Me një Bakayokos Starova të dëmtuar, pra që rikthehet si nënç që e përmendi tani dhe tepër të rëndësishëm që i mungon shumë skuadrave, po përsëri dua të vë theksi në një gjë. Demrozi vet në krye të kësaj skuadre, në tentativën e tretë radhazi për të kërkuar titullin, thekson të paktën jo në daljet publike që është ekip më i fortë se sa edicionin e kaluar. Si e vlerëson? Ka mendimin e vet. Po mi, natyrisht, po unë referuar kësaj. Kam e respektoj mendimin që thot me gjitha, po qa kam përshtu prap me që hym ke emra dhe me që ta krahasojmë që pse kush është arsyeja që Egnatia tash i doli në vend para, po që nuk ishte nga fillimi. Ka logjikën e vet, sepse nuk janë pak 3 lojtarë titularë, ish Lushkja, Zenullau dhe ai tjetri Mlimoni, me sfërshoh. Ujka. Zëvendësuar nga këto Ruçi, Selmani, Albanese. Nuk janë pak të 3 lojtarë që janë largu për ta bërë, domethënë për ta pru Egnatian në formë që po vjen gradualisht. Fakti që ka mirë dhe Mrozi ka drejt, sepse janë gjithë, edhe këto që flasim ne, u kthy Ndreca, tham, nga Klaudia se kam pas probleme shtendë me overlap të medaljet në krah me mbrojtësit, me një Aleksi që është numri 6 nga më të mirët, Fernando që nuk o shumë shpusi, ka mungu ajo për të kap gjysapsirat, sepse ishin fantastik me Lushkën edhe me Zenullajn. Tash i pak më ndryshe, por përpiqet deri ti Ruçi, edhe Selmani, dhe pse nuk kanë shkëlqyer, po skuadra ka po të vetën dhe qarë.
tregu si finali, lojës mirë të Ignatias, në rrite janë 16 golat, erdi ke 16 golat të shënu dhe 8 golat të pësum. Pra, ke skuadrat e Alitës gradualisht. Dhe pastaj, këto janë 2 tregus kryesor që edhe të orientojnë për të folë edhe për gjendjen aktuale të skuadrës. Kështu që, kjo është edhe arsyeja pse Ignatia në fillim fare, pastaj këto që themi të gjithë ne, ka pas neshet vështira, diku ti ke parazu. Oscilacione në mbrojtje, Starova? E them këtë se kam parë... E ka të kompletuar, Jo, nuk thash që e ka të pa kompletuar. Jetë ju dhim të koka, sa herë që mungon të Fangaj. Fangaj. Po, ju dhim të koka. Të shti nuk ka vene e Osman se ta jep kjo. Jo, në rregull, gollat pësu nuk është për këtë kokën. Gabime mbrojtje herë pas herë. Profesor, më falë, ata që e kanë të plotësuar dhe e kanë skuadrën më afër, e shikojnë më brëndësi dhe prandaj japin këtë siguri që... Thash oscilacione në faktin që është bërë protagonist në çdo ndeshje ndaj Sinani. Po kanë pas... Prandaj them oscilacione. E drejt është, po kur shikon emrat pastaj, se ne nuk flasim reparti mbrojtjes apo i mes fushë, kanë dalë dhe më dek të shprehje tash i skuadrat mbrojnë me gjithë ekipin, kurse kanë topin fazë defensive. Të gjitha skuadrat tona janë kompakt, o shumë vështirë që të kryesh rast. Sigurisht pasaj në moment tranzicioni edhe merr golin. Po dhe dëmtime ka pasë, se kryesisht po të shohësh se 2 qendrat janë nga më të mirat në kampionat tonë. Qendrat e mbrojtjes. Që majli me Sot është i padiskutueshëm. Kështu që me pjesëmarrje të vazhdueshme të 2 mbrojtësave të krahat, tiparet futbollit modern i shef shpesët, këtë po diskutojmë, ne janë bërë shumë skuadrat tash që përfaqësojnë elementet më të mirë të futbollit evropian, shef high press nga gjithë tentativa për zotru, dominu lojën nëpërmjet zotrimit topit, tranzicionet shpeshta, ndrime venesh, rotacione. Po i shohim kampionatin tonë, se kjo futbolli modern sot. Megjithatë, ne nuk kemi parti politike këtu që po si të mendoj njëri, mendoj një gjithë. Jo, absolutisht jo. Unë mendoj kundra Starovës në këtë pikë. E kisha dhe në fillim. Ke kush pikë për shkak? Ja, ta them unë. Nuk ke ato tekniket, sepse nuk jam i zotit t'i shpjegoj. Po kur shoh të tabelën, profesorit je kundra komplet. Kur shoh të tabelën e rezultateve, vë durët në kokë t'u lëras. 5 ndeshje 4 gola. Po ikni nga kjo 0 nga ky njishmë, që ka mundësi më. Në 5 ndeshje 4 gola që më duhet mu bloku sipër, bloku poshtëm, bloku mesëm. Tu kampionati jonë është luftuar sule, po me ato europiane që thu t'jelë, sa largime... Jam dakord, po unë gati me doni një shpjegim për këtë që the. Ajo e kampionati, unë po them 5 ndeshje 4 gola, kjo është vësh durët në kokë. Po prepotentin, po them, ke drejt qa po thu të ashtë i tipo në injoro, po injoro high press, qa po thu, që na ymë puna tonë, që na ymë ato. Këtu jemi studiu të kemi. Bloku sipër, bloku mesëm. Jam të folë, unë po bëj replikë. Po ndaj që folë në shmosore 4 gola. Kakofoni, 4 gola. Unë prapo i them ke drejt, pse? Po në kushtet kur them që gjithë skuadrat janë kompakte, se gjithë bota... Qa kompakte, më që kush botë? Nuk kemi lojtarë cilësor... Kompakte, 4 gola në 5 ndeshje. Edhe unë dakord me të Sula. Dakord me të po ta shpjegon. Po ta shpjegon që është kampionati i bukur, nuk e themi, po themi këtë që ajo që thua ti qëndron. Si qëndron, unë përvajsoni po problemi është që ai do më ta shpjegoj tash. Unë po ta shpjegoj pse më unë ta pranoj atë që them, por pse vazhdo pra. Ti përvajson një grup njerëz, një grusht njerëzish teknik. Unë përfaqësoj një grup njerëzish shumë më të madh që është publik. Nuk jam kundra, dhe ky publik thotë, në 5 ndeshje unë kam 4 gola. Jo, jam paguar me miliona euro për me marrë atë lojtarë sulmues, në 5 ndeshje 4 gola, ti më thu kemi elementet europian. Kë europian molla? Ku kemi ne elementet europian? Atë që s'do me pranuti, unë po të pranoj sepse janë faktet që ne në fazën e sulmit, ku vujnë gjithë botë sot për atë lojtarën që të po golin vunë. Ti nuk e pse thu këtë anën tjetër, se këto janë gjona që unë si them, as për t'i bo furqën e njërit, as qefin e i tjetërit. Pima jo, ne mendojmë në ndryshim në të pikën. Po fakti është që kemi menu i soj. Deri më sot që jemi këtu bashkë, kemi menu i soj, ke thonë, neshe bukur këtu, neshe bukur këtu. Neshe luftuar më e bukur, spektakli mungon futbolin tonë në startë. Dhe kjo ishte neshe bukur, Tirana me Ignatia. E luftuar, Tirana kishe 4-5 milion. Po ta bësh krahasimin e fazës të parë, ka diferencë madhe, kjo ndeshje me ndeshjen që është zhvilluar në Rovazhi. Se, po themi tash edhe Tirana ka qenë pjesë e lojës, pjesë e rëndësishme e kësaj ndeshje. Ka bërë lojën e vet, ka pas mundësitë e veta, mund them që është ndeshja më e mirë që ka bërë Tirana për sa i përket. Por edhe këtu jam me lirimin, edhe këtu jam me lirimin, dalte Tirana.
Mund të themi gjithë ditën ka bërë ndeshje të bukur është e fundit, ka 7 pikë. Tash Tirana vun Ai po të për çao nodhi sot ti thua është e fundit. Po ne e tham fillim atë që Drejtë ke drejtë. Po mirë më sot dakord, por rafshi teknik jeni ju. Po mirë pse do kundërshtojmë njëri tjetrin këtë për se po them. Nuk na lan herë me shit men mor burr. Jo më Shizin men 5 neshi 4 gola më thon mu kampionat me element europian. Po tjetër e mbyllin të muhabet. E mbyllin të muhabet. Dëgjoj pak. Shikoj, di pse është i bukur futbolli, që të gjithë njerëzit që japin mendim ose që flasin kanë gjithmonë drejt. Jo më s'kam drejt. Prandaj është i bukur. Prandaj po flas. Flasin për një profesion tjetër nuk dim ç'të themi. Ore, unë po them me shifra konkrete tash, unë nuk fantazoj. Unë them shifra olla. Po ti s'të le. Unë luaj një kampionat më i mirë më i mirë e kupton ishi këto 0 këto nisha, më vetëm 0 dhe nisha shohun që rezultatet tona. Është e vështirë, ajo është me Bogolin, ajo është e vështirë me Bogolin, se ti po shef kampionatin italian që kanë sulmuar ka miliona euro dhe 1-0 dalin neshë. Si do që observova, referuar asaj që nisi tani tek Tirana, sepse ky është një diskurs që Lirimi hapi për faktin e 4 golave, 2 prej cilave u bën në Vlorë, nga Flamurtari dhe Vora. Referuar asaj Tiranës, në aspektin mediatik, jo teknik. Tirana është vend fundit ka 7 pikë, nuk dikush tjetër. Do flasim për gjendjen e Tiranës apo neshin e kësaj jave, që mos ngatrohemi. Mi pra, e ndërlidhur. Neshin e kësaj Neshja me gjendjen. Në këtë gjendje dobët që është Tirana, ne sot po analizojmë neshin Tirana Ignatia. Po. Sigurisht që zotrimin e topit e ka drastike, e ka Ignatia, se i ka gjitha mundësit për të po këtë gjo, po mund rezultojnë kronik loje, minuta 13, shtyll rast i pastër për gol. 31 rast i pastër për gol tek për tek, që tha dhe Lirimi me Aleksin, dueli. Në pjesë 2 janë 4 ose 5 aksionit të rrezikshme në i kokur, Ignatia ka vetëm i goditje në port, pse, se rujti avantajin edhe mori fitore të vështirë, shumë të mirë, të vleshme, e qitin vend parë. Kjo është kampionati. Të shi, ato anë të mira kampionatit, ne kemi anë të akord tukur, kemi thënë, neshe e bukur në Elbasan, neshe e bukur Dinamo me këte, neshe e bukur kjo. Po kur themi e bukur, janë element më enda që ka. Të shi Liri, me 1,5 milion buxheti, jemi ta hajtë drejqës, po me 100 madhë, me ato që i morin një afa që lege, të shi të rrimi që me kom tokë. Osmani, Tirana e cila lëngon, në shoftë të qetë trajnerin që reflekton, pikët nuk ecin, pikët ngelin 7. Unë kam thënë në studio që kam patur besim të trajnerin në ju, dhe vërtet të ndeshje e kam ndjekur, e kam parë dhe ka qenë ndryshe. Mendoj që duke dora e trajnerit edhe pse nuk ka arritur në rezultat pozitiv, duke dora e trajnerit duke ullur Dembele edhe pse kapiteni i skuadrës, duke larguar po thuajse lojtarin Pacacia, më duke. Pacacia, po. Jam korrekt. Duke larguar dhe duke ju treguar grupit që nuk ka asnjë të pazvendësueshëm. Kjo mendoj që duhet ta bënte që në momentin që ai ka ardhur, sepse e kam parë nëpër intervista dhe kanë thënë që e kam ndjekur kampionatin shqiptar. Dhe tani e dëgjova dhe tha që nuk e dija që ishte kaq e vështirë. Në rast se do merrte këto masa që në fillim, besoj që do kishte rezultate. Dhe kam shumë besim që Tirana do rikthehet te rezultatet pozitive, sepse kur do rikthehet Dinamo në mesjavë, Partizani në fundjavë. Shiko, vërtet ajo që tha profesori, po të shikosh statistikat e kështu, thua Ignatia ka mbajtur përqindje më të madhe topit, po të shikosh goditje në port, janë njësoj, edhe kjo të bën që të kesh shpresë, sepse është shumë e vështirë, po thuaj se Tiranën, po ta krahasoj me fazën e parë me Ignatia, ka bërë vetëm një gjuajtje në port. Tani unë do... Shiko, ajo rasti episodi, ati djali 3 që merr nga Fanella e mbanat, është dhe më thënë një goditje shumë e rëndë për skuadrën. S'ka forse e skuadrën që ka këtë gjënë dhe që psoj edhe një gol shumë kaq kollajshëm. Se ka e bort edhe ndjehet mungesa e Bujarit. Po t'ishte Bujari, doja ta pyesja, në rast se arbitri nuk e jepte ata, a do ndërrynte vari apo jo? Vari ka thënë Bujari na ndjek, do na kthej përgjigjen me një angazhim familjar, nuk mund t'ia prish. Vari ka dhënë penalltin. Po themi për Tiranën, unë mendoj që vështirësitë e Tiranës dihen dhe kjo gjendje është e merituar që është Tirana tash, sepse për problemet e tyre. Po t'i referohemi ndeshjes me Ignatian,
them që Tirana, trajneri Nuri duhet stabilizoj një formacion. Tirana ka luajtur me 3-4-3, ka luajtur me 3-5-2, ka luajtur me Verën mbrojtësi majt, ka luajtur me Axhiun këtë ekstremi majt. Tashti pothuajse i kanë lojtarët, i ka pozicionuar me këtë formacion që ka luajtur të ndeshje, i ka pozicionuar në rolet e tyre më optimale. Ka dhënë një zgjedhje, siç e tha dhe Osmani me Dembelen, që ishte një lojtar që e kanë marrë për lider ose kapiteni i skuadrës dhe ka gabuar në shumë ndeshje dhe nuk e ka atë rolin, nuk e ka interpretuar mirë rolin e tij. Dhe tani trajneri ka bërë to zgjidhje dhe them shpresa jep disi loja sepse jo vetëm që Tirana duhet ta luajë çdo ndeshje dhe është në lojë, gjithë kampionati është i hapur, por duhet të nisë nga kjo ndeshje për të vazhduar dhe për të marrë rezultat. Dhe ky Tabeku është përdorur më shumë si lojtar krash, këtë ndeshje u përdor si sulmues. Pra i ka ato shpejtësitë, shpërthimet për të kaluar dhe dy luftimi që doli aty me shpejtësi, pra është lojtar që e bën diferencën në shpejtësi. Kështu që them që Tirana do të rikthehet, por do rikthehet në lojë, por kjo do të kampionati i Tiranës të shpëtoj kategorinë. Po kur do marrin një pikë lirim? Referohem shifrat e vite klasifikimi. Pjesa teknike. Që të shpëtoj duhet vërë 2 për poshtë. Tani, me që i nisi tani, këtë do vëri poshtë tani. Tashi nga 15 klasifikimin Ardi. Nga 15 pike poshtë janë gjitha ato skuadra janë lojë për të shpëtuar sezonin. Sezoni e tyre luhet për mos me ranga kategoria. Edhe Vorën e futi. Pa dhe Vora aty është kampionati i Vorës për mos me ranga kategoria. Vora të Meraka. Pavarësisht deri tash po bën ajo play-outi. Po bën mirë edhe. Po. Lirim, një fitore do flasim që po rikthehet Tirana. Jo, patjetër që u themi. Një fitore patjetër. që po Mirë po, kalendalin e ka tekë. Jo, nuk po them se ka ndeshjet lehta. Osmani isha më konkret, sepse dëgjova nga tani nga Mërgjyshi që thotë që do ta kaloj, po këtë do vëri poshtë. Se do të vejnë janë 2 tjera poshtë. Jo, unë them që do niset nga ndeshja e kësaj jave për të prit rezultate të mira pozitive. Për shembull, Osmani mund ta thotë mua se këtë do lëri poshtë ajo 2. Mund të më thuash? Jo, unë mund të them këtë. Profesori e përmendi pak. Vora, Partizani, Bylis dhe Flamurtari kanë mendje të shkputen kësaj pjesës tunjër. Jam i bindur që edhe Bylis i ka mendje. Mendje janë këtu. Se çaj u del përpara nuk i thon jo. Nuk besoj që Partizani është me mendje për poshtë. Në këto momente që është, e shikoj. Edhe në këto momente. Mërgjyshi e tha, se edhe gjithë kemi drejt, Mërgjyshi e tha që letë bëhet kjo sebeb, dhe të kryosh 2 terase për gole, të kesh gjitha ato aksionet të rrezikshme, ndaj një skuadrës që është në vend parë, të rego që shpreson, jo të regon, po shpreson që duke pas shumë neshje akoma kampionati, dhe bëjt mirë të marri pikët e veta, dhe pasaj të shofi si kanë dalë tjerët, sepse vështirësia është shumë e madhe. Po, pra shumë e madhe, shtuar dhe faktin që Dinamo në mesjavë, Partizani në fundjavë, të dyja janë të ulluritura për pikë. Tani me kë i bie të fitoj, me Flamurtarin në Vlorë, me kundërshtarin direkt nuk jo të ngatron me kë i bie. E vështirë, po the e vështirë, dihet që është e vështirë, por ne tash që themi ka kampionat dhe po që i zotit. Por Raimundi, po. Çdo ndeshje luhet për të fituar. Këto 10 skuadra janë. Po. Se ku kemi një 18 në 20 skuadra si këto europianët edhe këto 10 skuadra janë. Dhe këta me njëri tjetrin do ndeshin. Luajnë 4 herë me njëri tjetrin, natyrisht gjitha ndeshjet janë finale për gjithçka. Edhe për në kryer dhe për poshtë, se po ta shohim ka një ngjeshje. Të gjitha këto, 1, 2, 3, 4, Teuta 5, po këto të 4 po e po, edhe Dinamo 6, do mundohen që të marrin pikë sa më shumë. Sepse formula me përgjithësim pikësh e di sa të bën apo jo, që ai që shkëputet del kampion automatikisht nuk ka vlerë fare Final Four. Se ikën me pikë përpara i çdo i bësh. Si Byli si këtë radhë, mori pikën fushë vet. Pak është po për gjysmum pikët, fule si që është formula. Po zbriti Dinamo në kupton. Po për gjysmum pikët, ai që shkëputet iku mbaroi. Bëjmë krahasimin lirën, po të shikohet Tiranën më përpara, pothuajse gjithë ishim në ishte e fikur, po. Lojtarët sikur s'duan të luajnë, sikur s'kan dëshirë, ose më shqip, po luajnë pa gjak. Çka ka bërë trajneri tani? Soler, kapiteni i Tiranës, Dembele dhe Pacacia numri 10. 3 lojtarët më kryesorë i ka çuar te U21-shi. Do me thënë, i kanë zirë jashtë planeve kapitenin Dembele më duket ka qenë në stol. Dhe kjo i ka treguar që këtu kush nuk vrapon, kush nuk stërvitet, po janë lojtarë që këta me shifra mund të kapin edhe gati 30.000 euro, të tre. 30.000. Po, Starova. Shifrat cilat, por një Tiranë
që është në vendin e fundit, ka 7 pikë dhe ka kalendar të vështirë. Logjike dhe normale është që nuk ka ndeshje të thjeshta, por le të themi përballet në 2 derbe brenda 7 ditësh me 2 skuadra që janë në hallet e tyre dhe duan në mënyrë ulëritse dhe ato pikët e tyre, jo 1, po 3. Flasim pak për Elbasanin dhe Partizanin. Një ndeshje pa fitues, Starova. Një fazë më përpara, Elbasani erdhi dhe fitoi tek Arena e Demave. Tjetër paraqitje këtë radhë, një ndeshje e rasteve të humbura dhe themi e momenteve që mund të bënin diferencën për secilin ekip. Të shti ke ajo që tha Lirimi 0-0. Po. Dhe me thënë, hajde ta diskutojmë përsëri prapë. Mbrojtjet, skuadrat mbrohen shumë, janë shumë kompakte, kanë dhe më të kollajshme se nuk kle njeri, nuk mbrojt njeri me 4 vete, 5 vete sot. Mbrohen me gjithë skuadrat. Po tashi, ne që ishte shumë më burë për të pa. Edhe unë duke majtë shënim, them si ka mundësi që kronika është e varfër, loja po më pëlqen. Pëlqen se kishte ritëm, kishte 2 luftime, kishte raste për gol që nuk u futën rjetë. Elbasani më i mirë në pjesën e parë. Partizani ka vetëm i gjujtje, duke lujtë mirë, duke fitu duelet, duke pat ritëm loja, se kur ka ritëm loja kanë mërit 2 skuadrat, nuk ka vetëm 1. Apo jo. Por prodhoi vetëm i gjujtje të Atanasovski për minutë 24. Duke lujtë mirë, vetëm i gjujtje. Pjesa e dytë, Partizani filloi edhe kishte edhe momentet që kishte më të mira se Elbasanit, duke lujtë të 2 shumë mirë. Pastaj Partizani ishte i pafat se krijoi rast në shtesë, rasti i pastër për gol. Mund të merrte 3 pikët, me atë ndeshje me skuadrën sigurisht vendit parë, edhe barazimi tashi Shkodra nuk përfitoi nga barazimet e 2 ndjekseve se Gnatja e kaloi lumin, kurse Dinamo me ato i lanë. Edhe këto përfituan nga ndeshjet e vështira. E vështirë quhet shkosh në ballë, nuk e merr dot 3 pikëshin. Duhet ta marrësh të bësh lojën fillim fare dhe kështu që Lirim edhe për mu kjo neshje ishte nivelit mirë, të kënaqshme, pash lojë. Edhe ta them dhe atë që se kur shef pastaj kur i ke statistikat në dorë thuar, po si ka mundësime se s'po them të ras golin. Starova dëgjoj. Partizani ka bërë 8 gola në 13 neshje. 8 gola në 13 neshje i bie 0,68.3%, jam i fort matematikë. Jemi ke oscilacionet. Tashi, s'ka oscilacion këtu, ti s'ke lojtar goli. E krijove atë rastin që mund të fitoje 3 pikë. Ti nuk ke një sulmues që të merë për sipër... Po dien to. Do më thonë përshqesit, jo Keko, jo Skuka. Ti më mirë se ne të gjithë. Një qendër sulmues që bën kontratë me një klub është minimumi 15 gola në edicion. Se po s'bërë ai 15 gola kush do t'i bëj? Është në vend 7 Partizani Lirim, për arsye që duhet diskutojmë pse i ka tash këto. Po se ka të lojtarin gol akoma, ku është? Po thuaj kush është gërshënues ka Partizani? Po pra, si filloi kampionati Lirim. Po pranaj është të gol. Pranaj vend 8, se nuk ka lojtar goli. Lirim, U të ka gjejë lojtarin e golit? O Lirim, që ta vazhdojmë bashkë, ka esuria Partizanit drim sot është gjë tjetër, nesha në Elbasan është gjë tjetër. Po t'i kthehemi asaj, e filloj me 7-8 sulmues, Keko ju vraqë në fillim, Skuka u dëmtu, tash i ka dalë Toma nga lojtari i 3, i 4 është bo titullar, po lu mirë, nuk diskutohet, se aq i ka mundësit. Tash kjo është gjendje, po unë thash që ishte pash që neshët kënaqshme, nuk e di, e ke ndjek komplet se ka shef dhe tjetër. Kjo e kam parë, këtë kisha... E ishe përqyshme, ka që po them. Ishte ndeshje luftuar nga dhe 2 krahët, po e vërtet është. Rezultati drejti. Po, vetëm se ka një gjë. Që Elbasani dhe Dinamo duhet ta kuptojnë më shumë që barazimi është shumë më afër me humbjen sa me fitoren. Se këto janë 2 skuadrat që në ndeshjet e fundit po barazojnë. Po barazimi... Unë s'jam dakord. Dakord, do ta diskutojmë. Barazimi është më afër me humbjen se me fitoren. Në çdo lloj matematike. Në çdo lloj matematike, po në matematikë Osmanit mund të jetë më përparuar. Por unë them që barazimi është më afër me humbjen se me fitoren. Dhe në qoftë ti kënaqesh me barazim më mirë rreziko dhe fito ose se po tepër humbësh. Elbasani po thuaj se më duket mos ngatrohem, ka 6 javë, 5 javë pa humbje. 6. Dhe ka arritur të fitojë edhe me rivalët direkt. Po prandaj është në krye. Po pra? Po nuk është njësoj, sepse barazimi po thuaj se... Që nga humbja me Vorën brenda. Dhe humbja ta probleme që ti mbase trajneri i di, po me barazim, ne që kemi luajtur ose që kemi drejtuar, e dim sa i rëndësishëm është. Po të shikosh Elbasan, e ka kërkuar... Për qëtu një qka Osman, kjo puna pse jemi kështu. Ne gjithë tu kemi ra, dakord?
apo jo, që nuk ka diferencat ma me skuadrave. Patjetër. A ka e logjik kjo që kjo ndërprodhoj këtë lloj gjëje? Që është vështirë? Patjetër që është vështirë. Gjithë bim dakord me Jemi kjo. ka drejt me barazimin, po nga ana psikologjike është shumë e rëndë me rraf mballsh. Po një pikë, se s'merren kollaj 3 pikët. Do vi dhe koha. Po ashtu jam. Kjo është lufta midis meje dhe jush. Jo, so puna për luftë, jo. Jemi dakord. Kjo lufta, ta thoj za. Tani, Elbasani, Edhe trajnerët janë të, jo se nisën vetëm nga faza mbrojtëse, po janë të kujdesshëm që të mos u mbazin, sepse çdo trajner rrezikon edhe pankinën e vet. por kam përshtypjen që në rastin konkret, çdo ndeshje të Elbasanit, presioni është më shumë tek pankina e Elbasanit. Patjetër që është më shumë, por Më fal, te pankina e Partizanit. e Partizanit. Por po të shohësh për momentin, trajneri i Elbasanit doli dhe tha që duhet të jemi të kënaqur me pikën, sepse edhe kjo pikë na mban në vend parë. Pra, ai dhe gjithë trajnerët janë koshient që çdo ndeshje është e vështirë. Nuk ka asnjë ndeshje që hyn këtë ndeshje do luajmë me skuadrën e vendit fundit me Tiranën, tash që është e fundit aktualisht dhe do ta fitojë ndeshjen. Kështu që duke u nisur nga kjo dhe nga ajo analiza që bën javë për javë këtu, themi që gjitha janë bim dakord që Me këtë lloj logjik, të këtij lloj kujdesi që e ka çdo trajner, ka çdo skuadër, mundohet që kundërshtari mos i krijojë rast se hajde e kthej lojën. Apo jo. Se është shumë e vështirë, Po është ti parë që e shohim gjithë botën, nuk është sa shohim duke ne. është shumë e vështirë. Tashti, në kushtet kur gjithë skuadrat janë kompakte në fazë defensive, ja filloi, ishte Vllaznia që u shkëput gjithëve, ishte me 19 gola, fillun duke afruar vash tashiti. Jo, zbritin Se vend 3. 16 erdhi kjo. me gol averazh, 19. Parë, 14 fillon. Kjo ishte një tregus tamam gola, ka drejt lirimi se gola duhet me pa në fundit. Mirë po, mundohemi të japim një shpjegim që pse ndodh. Pse ndodh, dhe kjo nuk e sfumo, dhe herë them, nuk e sfuno Më fal. duelin, lojën e bukur, ritmin. O profesor, më fal. Pse Elbasani nuk e ka frikë Partizani që vetë rref Durrësin nga 2-0, 2-3 dhe bën një lojë shumë të mirë kundra Vllaznisë? Nuk është puna për frikë, se Jo. E respekton për Jo, po është edhe ajo se ka luajtur me 2 kundërshtarë shumë të fortë, ka arritur të marrë 4 pikë. Janë rritë edhe Diku psikologikisht. dajmë ne Unë jo dëgjova javën mos e shofësh neshjen, po e ke pa, po mos e shofësh. Shikoj gjithë. Mund thush që Elbasani ka bojë një hap falso se nuk mori 3 pikën se ka një objektiv që do vendin e parë të gjitha. Praktikisht ka luajtur më mirë në pjesë parë. Gjithkohë se ka pas menen Shumë më mirë ka luajtur. Të shkoj ke fitoria. Për ta fituar neshin. E ka pas menen për ta fituar, nuk është se është rrugë. Ka kërku, po e ka kërku. Tregonte edhe loja që Po fakti është që ishte edhe duke humba, man. normal, ishte rastin fund që po diskutonim i Partizanit. E diku ndajmë me këtë logjikën teknike. Se këta thonë e kanë frikë edhe kur e ke frikë do të truash. Jo më kur e kanë frikë unë sulmojmë më. Pse truam unë? Pse të mbroj? Pastaj çfarë do kem frikë Partizanit? Barcelona është? Partizani është valla. Kapes në Hajde luajmë, po unë ke fjalë. Jenë rregull. Po fjalë prodhoj. Historia është që Po smërin aty e ke. unë po tisha frikën do ta bëja, do ta sulmoja më shumë pse? Unë e bëra Këtë do një truam unë. Duke marrë dy rezultate. Frika është tjetër gjë, kujdesi është tjetër gjë. Po ja ai thot me pikën jam i kënaqur. Do ta vlerësojmë pikën, do ta vlerësojmë Trajneri pa mundur. Trajneri që ke licencuar ti, thonë për barazimin jam i kënaqur, për fitoren jam i lumtur, po për humbjen të shohim nesër e radhës. Të kështu i bie. Pra nëse ai ishi i kënaqur për barazimin, do të ishte i lumtur për fitoren dhe tani për humbjen se gale do korrigjohemi për herë tjetër. Patjetër do të flasim çik me gjuhën e teknikut tu. Patjetër, normal fare. Duhet më fol, apo jo? Vetëm mua më përjashton nga ajo se bëj kafa. Jo, më pse? Po trajneri ka 6 nesër. Se përjashton veten ti. Ai bën llogaritë vetë, ka 6 nesër që nuk humoj. Ti ke ra topin vetë dhe këto gjona ne do të flasim se s'bë për këtë, domethënë që a është Ta tregoj më vonë ty. Na mirë, po atletikë di, po. Jo, përpara. se nuk e di ke mirë pra ne. Nuk e njeh historinë. Edhe mundet, dakor, Që bëjmë themi që kulpa. kush janë elementet kryesorë dhe skuadrat tona më të mira mundohen ta bëjnë këta. Element kryesor lirim sot janë të komandosh lojën ti jo kundërshtari, pra mos kesh fik, ti duhet fitosh neshën. Edhe një nga deri para pak kohësh, një nga që thonin gjithë trajnerët kush ka më tepër mundësi, probabilitet ta fitoj lojën. Pse? Se ti po ishe me 70%, ti njëkohësisht edhe je duke mbrojt, se topin e ke ti, ti se po golin vetë. E mban më larg kundërshtar. Tash ti ka dalë tjetra që
Jo mëse neshkan u fitokan me pasimet kyqe, në rast se ketë në mënyrë drastike pasime kyqe, a i pasi funit, jo asisi, po pasi kyqe që thylinjat, aty e ke fitorin sigurt. Ta gjithë i bëjmë përpjekje që në zotrim topi të bëjmë diferencën me kundërshtarin. Mirë po këtë drejtë futbolli, në thonjza, ti ma topin, ti jetë unë nuk jom aq i mirë sa ty, po duke prit fusi kundërsun me dhe të morë pikët prapë, se për na ju burë kjo loj. Për na ishe bukur. Po, kur shef rritën pasaj, që edhe Elbasani vje mes Tiranës do të komandoj edhe zotrimin e topit dhe më të fortat, kur shef vorën, që lu 90 minuta që edhe të sulmon, po i shofim gjithë, që po ne hapim gjithë futbol të bukur, në këtë du t'i thejme. Mirë, natyrisht një barazim që i lë në këto kuota, një rezultat të tillë e mban Elbasani në krye dhe shkon në Durrës në mesjafo. Ky është kampionati, në një mënyrë apo tjetër kjo do të luhet. Ajo që bëri përshtypje këtë javë natyrisht ishte fakti i dorëzimit të Vllaznisë në Loro Boriç. Ndjekim Vllaznia Teuta, një sfidë ku Teuta me shumë merit konfirmoi një curi pozitive të këtyre javëve. Pas një, le të themi, harakiri që bëri në Niko Dovana e Partizanin nga një avantazh 2-0, pas shpërdorimit të penallti e tjera, le të themi rikthimi në rrugë dhe më tej goditja e rëndë që bërim nëpërmjet futbollit në Loro Boriçi, duke marrë 3 pikë mas 8 vjetësh rikthehet fitoi atje. Kronika dhe kthehemi në studio. Vllaznia e treta, Teuta e katra dhe pikërisht ky rezultat pra i pozicionoi të tilla 3-4. Përpara se të shkoj tek opinioni dhe pjesa teknike, Lirim, erdhi pikërisht goditja atë që nuk bëri Dinamo, në 75 minuta lojë 2 javë më përpara, e bën Teuta, i kishte dhënë simptomat Shkodra dhe çedoi. Ndodh kur kundërshtari luan më mirë, për i të vërtetës Dinamo luajti më mirë kur luajti në Loro Boriçi. Edhe me Teutën nuk luajti mirë, Vllaznia luajti keq, dhe si rrjedhoi u mund. Unë them që Vllaznia përsëri e ka kontingjentin. Nuk e di cila është arsyeja psikologjike më shumë e tyre për momentin. Mos rikuperimi i dëmtimeve theksoi Martin. Është një pikë shumë e rëndësishme dhe psikologjia për të ruajtur avantazhin, për të ruajtur kreun. Natyrisht që duhet një psikologji fituese. Psikologjia e fituesit është gjithmonë prevalon tek një skuadër e cila pretendon për të qenë në krye të renditjes. Mbase lidhet me faktorë të jashtëm? Ndoshta, po duhet të ketë faktorë të rëndësishëm të cilët duhet të kenë ndikuar tek Vllaznia, sepse Vllaznia kontingjentin e ka shumë të mirë, ritmin e lojrave e pati shumë interesant në fillim, por ndoshta vjen një moment që edhe do që dorë, se nuk mund të jesh gjithmonë në maj. Do kesh edhe oscilacione, sepse edhe skuadra shumë të njohura dhe shumë të mëdha kanë oscilacionet e veta. Por, kjo po ndodh tani në fazën e dytë, ndërkohë që ka kohë, ju e thatë në krye të herës të emisionit që janë dhe 23 javë. 23 javë janë shumë deri në fund kampionatit, kështu që unë nëpërmjet punës së Martinit dhe gjendjes që ka skuadra, në rast se ata do ta rifitojnë pjesën psikologjike të fituesit, për mua janë përsëri një skuadër për të vlerësuar në kampionatin tonë. Ka element shumë interesant, ka prurje interesante të reja në skuadër që ndoshta akoma nuk kanë shprehur të plot në bagazhin dhe kapacitetin që kanë, dhe unë them që Vllaznia përsëri mbetet një rival i rëndësishëm dhe serioz. Të kam thënë që 5-4 është... I mbetesh asaj 5-4? 5-4 është opsioni parë. Pra, do luftojnë këto të 5-4, dhe këto 5 të tjerat do luftojnë 5-2, se 2 bien direkt dhe njëra... Në momentin këto të 5 që janë në renditje, Lirim, shikon 5-4? Jo nga renditja, nga potenciali. Po, nga këto të 5, këto që janë tani, renditja për mua është provizore dhe e përkohshme, por këto të 5 do të luftojnë për 4 vendet e pra do ketë një outsider tjetër. Starova, mirë, duke ardhur pak të ndeshja, pse fitoi Teuta? Duke përfitu nga pyetja që më bën, e filloj me një kompliment mëse të meritu për trajnerin Dobi, në gjithë stafin e tij, që i gjithë opinioni ka kthy kokën nga Teuta, siç e ktheu dhe nga Vora, apo në një ndeshje e Byllësit fillimit, po. Kjo është skuadra që po bën diferencën tash, e përsëris për merit trajnerit. Nga ndeshje, Osmani më tha, e dyta kjo me të Elbasanit,
Për mu kjo, mira, po kjo... nese, jemi me mene, për ne të thash që, si që kemi diskutu me të gjithë, e fitoj, ishte kulmi i një rrugë e curije shumë mirë të utës, e për ne them se ka nevojë dhe trajnerët marrin atë që i takon. Se ka fitu i Neshën Shkodër duke pas 54% zotrimit topit, pa ka dominu lojën pjesën më të madhe duke maj topit, e tregojnë faktet. Teuta ka presu shumë mirë lartë, edhe ka qenë kohën kur bërnë high press, nuk ka qenë asnjëherë rrezikume që t'i shfrytëzojnë hapësirën mbrapa. Gjithmonë ekuilibër. Po këtë radhë pash edhe i gjo tjetër, që ishte në i klasë më të lartë zotrimit topit, edhe kjo për merit që nga ajo i falci nonsh, Arif, që nga loja fantastike e Maçollit, e Boçit, 100 lajmërosh për para, Voltajt, se të gjithë kanë investu për të po, pra një skuadrë që japin gjithë maksimumin, edhe që qep ato elementër bukur të lojës, edhe kjo pse jo, kur mund thot ai vllaznin, pse jo, ishin në heshtje për thonë për vend e 4, kemi një gjuga herë nga një pyetje doping nga fillimi, po t'ju kujtohet që po e kemi atë, po kemi edhe tjera të shi. Fakti është që duke ullë kokën poshtë, duke lujt mirë, duke po lojnë atë mira, është vetën të shti, më ka që provizorisht kuptohet që është. Kështu që nga ty e kam digjuar, që pa arritet të kapësh mezin e fushës, po thuaj se arrin edhe e fiton... I mori mes fushën të uta? Jo thjesht mes fushë, kur arrin fitosh duelet, që në reshtim, Kallaku, Qato, Mala, po thuaj janë të sakrifikuar sepse janë numrat 8 ose 10 që të tre dhe nuk e kanë atë që mund të bëj Maçolli, Toli ose Voltaj. Apo jo, që din të luajnë edhe mirë me topin, po janë edhe po thuaj se mund të bëjnë mbi 12 kilometra. Janë leta që vrapojnë shumë. Po saj treshes që e the kaq bukur, duke i shtu dhe Arifin falsë nënsh, bën një romb aty që ajo ishte edhe vendimtarje me lojnë e mirë dhe këtyre tjerve, pas ta që një superioritet, ka një në zonat e mesit, ka një superioritet numerik atje. Duke shfrytzu hapësirat e lojtarëve shpejt. Me shpejtësi që ka të Fadajrë, shumë lojtari shpejt. Duke ditë Kallakun dhe Malën që po thuaj se nuk kanë qenë 100% që në ty, Kallaku ka përsëritur prapë të njëjti dëmtim, kartonat e verdh si Krymi dhe Sala kanë penalizuar. Mos e ngatrojmë, ti themi fjalët e mira çka kishte Teuta, ti them dhe një dy për vllaznin. Fjalët mira s'është diçka, Teuta edhe në akademi të javë kanë arritur pothuajse unë 19, u 17, u 18 kanë fituar edhe jashtë. Lëm akademinë Rim Tunjer të akademia paro, por superiore. Presidenca duhet jenë gjithë kënaqur, jo vetëm jo Rim Tunjer se këto llafet që themi për lojën e vllaznik kemi në gjunja to 3-4 javë të fundit që sikur kemi ratë dakord që nuk po na pëlqej loja e vllaznisë. Tashti, po të kapesh që ka mungu Filoni dhe Filoni, unë mendoj që nuk i bën mirë kjo punë. Ato e din vetë, do ta shohin vetë lojtarët cilësor i kanë, gjitha mundësit i kanë, por duhet të rregullojnë këtë gjë që e ka detyrim skuadra ta bëjë, të luajë futboll siç luajnë mirë këto të tjerat. Siç po luajnë mirë konkurrentët e vet, do të luajë edhe kjo. Kush? Vllaznia. Vllaznia. Pse humbi Vllaznia? Po bëj inversin e pyetjes që ka të njëjtin linjë. Pra, nëse pyet Astaruam pse fitoi Teuta, pse humbi Vllaznia atë? Për mendimin tim, Vllaznia ka një stop prej 2-3 javësh që nuk është ajo Vllaznia që ka qenë në fillim në nisjen e kampionatit. Ka një pse? Pseja është, më duhet ta thot edhe Martini me fjalët e tij, se ai nuk është normal që është trajner dhe duhet rrujë ekuilibrat e skuadrës, por problemet fizike të skuadrës. Pra, Teuta e ka dominu fizikisht. Problemet fizike të skuadrës të Vllaznisë janë, mund vinë dhe pasoj të dëmtime që kanë pas lojtarë dhe nuk janë në gjendjen optimale fizike. Pra, ka një ngërç fizik për shumë lojtarë. Duke fillu që nga Qato që vjen nga dëmtimi, Kallaku, Bismarck, Jago që edhe i dëmtuar, pra dëmtimet i kanë lënë pak mbrapa. Nga ana tjetër, Teuta është shumë agresive dhe për pos gjendjes mirë fizike që kanë, ka bërë dhe zgjidhjen me një mesfush që vrapon shumë, duke kthyer mbrapa Vilën në mbrojtjen e djathtë, që është një lojtar që ka eksperiencë, por që është përshtatur tash në atë rol, dhe edhe Kotobedhin që poshtu ka një shumë eksperiencë në kampionatin ton, treshja mesfushës të Teutës, duke shtuar atë që tha Sule që një lojtar si Arifi që
krijon që ka dhe shpejtësi, po ka dhe ditë luaj mirë ndërmjet linjave, pra ka kriju një superioritet që e ka mundur në mesfush që ka fitu 2 luftimet, ka qenë shumë agresive, nuk e ka lënë, ka mbajt dhe topin më shumë, pra në gjitha situatat e ka dominu lojën dhe ka qenë probabel për ta fitu neshin nga fillimi deri në fund. Megjithatë, unë e shoh Lirim si një lloj alibie këtë që shprehu tani, po jo vetëm tani. E shprehin në ansambël trajnerët. Kam dëmtime. E pastaj se ke dëmtime? Ose e shprehin në total. Dikush, jo, një minutë, jo, një sekond, jo, më mirë, dakor. Mirë fizikisht, nuk jam gjendë fizike. Një trajner më shpreh në telefon, po hajde luaj tim, thamo, po nuk e shoh argument, e shoh si një alibi që më Është kjo që mund të ndikoj, po nuk është e gjitha. Elbasanit i mungoj sulmuesi kryesor, Cake nuk e përmendin fare. Ai ishte me të drejtë dhe sepse një skuadër që lu për kampion është vllaznia, është grup, ka 20 lojtarë dhe kampionati para 2 javësh është shpreh që tha kam pasur 10-12 lojtarë të dëmtuar. Po kështu e Partizani, po dhe Ilirta për dëmtime. Ja, do t'i thush gjithë më të gjithë. Po mirë, do të them. Le ta japin shkurtër Ato qëndrojnë. Historia është këtu. Unë them që është një lloj justifikimi i trajnerëve. Se të tre këta janë teknikë, janë trajnera këta, na mytën këtu në studio këta. Historia është justifikim. Nga mënyra se si luan skuadra, unë mendoj, dhe kështu duhet të jetë, që një trajner pasi ka përcaktuar mënyrën se si vendoset në fushë dhe si luan skuadra, po ashtu ka menduar dhe për ata që zëvendësuesit që do vinë në fushë. Nuk do të thotë që më mungojnë 2-3 veta dhe unë do ndroj formatin dhe formacionin në lojës. Përkundrazi, një skuadër është formatin njëjtë ka pasoj. 3-4-1-2 e ka pas formatin. Te ka luajtur zakonisht, po emrat kanë ndryshuar sidomos pjesën e dytë. Dhe natyrisht që ata që janë të parët kanë kualitet më shumë, se nuk mund të barabartë. Por sido që tjetë, aty ti ceke përgatitja fizike nuk është ajo që është, për mua nuk është psikologjike. Ka pasur një psikologji të tronditur të vllaznia. Se për çfarë unë nuk e di, sepse elementët janë, ata i luajtën 10 ndeshjet e para në mënyrë të shkëlqyer, perfekte. Po të shih ky stop i rezultateve bën dhe rëndon dhe anën psikologjike, se ka 3 javë që edhe nuk po luajnë, po dhe s'po bëjnë rezultat. Po ti kthej dalin barazim se sa të bëjnë. Osman. E kuptove tani? Del matematika. Ajo që tha Lirimi, ne duhet të analizojmë pse ajo qëndron, nuk themi ne që nuk qëndron, kur si ke lojtarët. Ai ti numëron 11 veta i atij të Partizanit, edhe ky mund të numëroj. Po e funi thot Lirimi, s'ka ç'm duhet se ti ke skuadër me 25 vetë me 30 vetë, po ç'a dush. Tash ne duhet të gjejmë arsyet e tjera. Kjo është një nga arsyet, okay. Edhe kur i ke fetu neshjet, unë ke vllaznia kam, ajo që ka ranë sy janë domethënë ato ana individuale lojtarëve fantastik, nga të gjithë domethënë. Ardha e Kallaku që rregulloi malën më mirë, bala sigurisht u rinovu, loja e mirë e Kastratit që gradualisht u sfumu. S'po e shohim më. S'po e shohim më. Sikur që ja than fjalët e mira, nuk po e shohim më. Ose ai tjetri Murataj. Po. Apo jo. Tashti edhe kur ka qenë mirë e ka pranu, do me thënë, atë lënin e topit kundërshtarit. Zotrimin e topit. Ti tash i kur puno për zotrimin e topit, je skuadër që ti duhet t'i mbyllësh gjithë neshët me zotrim topi, apo jo, a kam gabim. Këtë tranzicionet ka pas probleme, qoftë pozitiv, qoftë negativ. Më shumë ke negativet, po nese... Ma shumë ke negativi, pra, se ka hongër kundër sulmin, si me thonë. Shtu që këto janë ato gjonat kryesore që duhet rregulloj lojën vllaznia, se lojtarët aty ka sigurisht edhe shnetin e të gjitha, se tash ka një anë fort që ka element sulmuesësh, ka element edhe Bismarck, ka Krati, ka mes fushë nuk është se i mungon gjë për të qenë. Po, unë them që duhet ta shohin çik edhe ke loja, ke mënyra e lojës, sepse po lejmë pika dhe edhe Elbasani edhe Dinamo, po luajmë futboll. Hajde t'i japësh mend për Dinamon që lush kërcyshëm, edhe ka po gola 12. 12-6. 12 gola. 6 ka rekordin, në fazë defensive është grand Dinamo. Dinamo që lunë sulme... Do vim aty Starova, të Dinamo. Që dhe Dinamo ka patur dëmë... Osman, të lutem, duke njohur mirë dhe algoritmet tek ai qytet, se ke punuar, duke njohur mirë... Algoritmet e kujt?
e punës të klubit. Faleminderit. Faleminderit ti për ndërhyrjen. Edhe a mund të ketë një faktor tjetër përveç kësaj që Martini shpreh rikuperimin e lojtarëve me probleme fizike etj. Se e ritheksoi. Jo vetëm nga Edi, gjë nga shumë trajnerë që ore s'kam lojtar, thotë, si s'ke lojtar, po e ke nisur kim. Unë se dje Bakayoko, vetëm tetova nuk ndihet. Një trajner, falë, atë ndërhyj vetëm një prej fjali, kemi qenë trajnera vetë. Po. Tashti kur mungon një lojtar kryesor, për shumë Elbasani për marrë, atë Cage. Cage, po. E ti komentoni e thonë gjitha në fare. Po në fund fare ti ke qef, ke dëshirë të thushë që o mërë gjysh, po ti pas ke lytë dhe pasur mosin kryesor, edhe. Tashi, diçka duhet ta thoj tjetër kur nuk e thot trajneri. Ai Gozanovic nuk e përmeni, më thonë drejtë, se e ndogja. Po në fund fare, u desh përmen që i ka mungu dhe lojtar kryesor, apo jo, se tashi... Patjetër, po. Osman, duke të pyeta pikërisht duke qenë se njeh mirë ambientin. Unë që fillim ta kam treguar edhe herë atë letrën atje. Po, letra që do të thotë që Armiku numër 1, euforia. Na ipi vetë janë qef. Ti mendon që i ka hyrë vetë janë qef? Jo. Unë e kam shkruar Qa letre? dhe momenti që kam vajtur aty, unë ja u kam thënë edhe çunave dhe stafit dhe gjithë. Që te vllaznia duhet të rinë gjithmonë me këmbë në tokë. Po pra. Dhe duhet parë, unë e shikoj. I ka hyrë për vetë janë qef, nuk jam me këmbë në tokë. I kam poshtur euforia ose. Edhe vjet, nuk besoj, por duhet të rinë me këmbë në tokë. Sepse nuk duhet të festojnë. Po mirë, pra një sekondë. Nuk duhet, shiko. Osman, të lutem. Nuk duhet të festojnë. Osman, të Nuk duhet të festojnë shumë. Kur në momentin që thua nuk besoj, ti pastaj fjalinë e dytë thua duhet të rinë me këmbë në Jo, tokë. unë i besoj. Domethënë që s'janë me këmbë në tokë. Unë i besoj. Si ta kuptojnë? Se ky thot nuk besoj që i kam poshtur euforia, po duhet të rinë me këmbë në tokë. A mund të bëj edhe nuk më let. Më fal, vazhdo. Tani nuk mendoj pse, sepse trajneri del dhe thot, shiko, kam disa lojtarë që gjendja fizike mbas dëmtimeve dhe unë i besoj asaj. Po. Por unë po ju them, nuk duhet të festojnë shumë kur fitojnë kundra Egnatias, kur fitojnë kundra Dinamos, po duhet bërë analizë dhe nuk duhet bërë festë e madhe. Sepse ndeshje me Dinamo ne jemi këtu të gjithë dakord që Vllaznia ka luajtur gati 20-25 minuta dhe më mbrapa Dinamo duhet arrinte të çnonte jo 1, po 3-4. 15 minuta ka luajtur. Nuk bëhesh, unë mendoj, me çka kemi dëgjuar, në rast se duhet bërë mbledhja, duhet të bërë mbledhja direkt mbas Dinamos. Kur u arrit u fitua dhe duhet mblidhesh e skuadra dhe jo të bëhesh e festë, mendoj unë. Dhe këto gjëra ti i ul edhe lojtarët që shikojnë, sepse ti në momentin që bëhet një festë e madhe dhe lojtari thotë ne qenë kemi mirë, po në realitet nuk e mirë. Sepse ti po e shikon lojtarët që po çalojnë ndeshje me Dinamo. Në fakt, për ta mbështetur Osmanin, nuk kam një konkluzion. Që? Janë 2 skuadra. Elbasani, ku presidenti Kujtim Lupa tha, ne luftojmë për tyrë në kacën më të mirë, dhe kjo është objektivi jonë, dhe Teuta. Teuta Renato Arapi na tha duhet kemi vend 5. Po pra, po, do luftojnë... Renato Arapi ka thënë disa herë me Skënderbeu. Kjo modesti, jam dakord me Osmanin dhe e mbështes, kjo modesti të jep mundësi që t'jesh më i përkujdesur për veten, për profilin, për personalitetin, për dinjitetin, për luftën sportive, ka të bëj shumë me ana psikologjike. Për mua, ana psikologjike është më thelbësorja tek një skuadër futbolli. Dhe vetëm ne që s'kemi psikolog në skuadër. Ne s'dim gjë, Lirim, po ke një projekcion nuhat për një problematik të jashtme, një faktor të jashtëm që s'kemi për ta marrë vesh kur, po gjithmonë që reflektohet në fushë. Në fakt, këtë periudhën e fundit nuhatin e kam pas të dobët për shkak të virozave. E qartë, e kuptova. Por mendoj që diçka do të rregullohet. Unë kam shumë besim ke baza që ka skuadra. Virozat që ka rënë apo të... Jo, tek skuadra. Unë mendoj që po të kërkojmë me gjetë arsye tjera, jashtë tyne që i komentuam ne, do të thënë që me i dhonë alibia tyne, me thonë që ja e pas ka një arsye. Futbollistët janë, skuadra është, ajo skuadra që e nisi mirë, që cilësit brenda i kanë një ngërç, kanë një stop që duhet të analizojnë, duhet të marrin me qetësi, duhet të kthehen, sepse janë aty po nuk në luftë për titullin, nuk ka duhet të kenë, Vllaznia e ka në ADN-n për të luftuar për kampion, duhet të jenë gjithmonë ta kërkojnë atë, por duhet të jenë me këmbë tokë për të
kalu këtë situatë, sepse në një kampionat çdo skuadër do ketë ato stopet, ulën ngrihet dhe vesh. Po ju marr një shembull. Osmani si drejtori solli deri në final. Po, me që të peti për euforinë tash i kupton. Tash unë them ty që këtu ke Vllaznia ka vetëm 3 shkodron. Si ka 3 shkodron? Euforia mund të vi nga jashtë, nga publiku. Nga ambient. Jo nga mrena. Po numëroj pra emrat. Ky Port, ky Gjerman. Gjini, nuk është shkodron. Ke Gurishtën, Bajramin, Malo, Bala. Jago. Gjini shkodrane. Gjini ande, zona ande ka presor. Presor, shiko. Gjini tash i shkoj ka do për më. Shiko presor. Tash i pëldem Charles, çao shkodron. 3 pra ke Gurishtën, Bajramin edhe Nuk ka Bala. shans një skuadër që ka kaq vite. Ke Hakajn. Po tani Ke Balën, ke... Po gjysma. Esat Mala është më shkodran se këtaj që përmendon. Sepse unë kam punuar. Tash mostrimi jo me këtë, po t'ju kujtohet të njëjtin problem kemi patur edhe vjet. Po e kemi zgjidhur me analizë, kemi mbledhur gjithë stafi me krye. Analizë teknike. Dhe e kemi zgjidhur problemin nga se na vinte. Të zgjidhur problemi. Edhe vjet, po t'ju kujtohet kemi patur nga fillimi i kampionatit deri në dhjetor kemi patur mbi 22 dëmtime. Tash i le themi të filloj të bëj unë pyetje ty tash. Po mi më sa. Profesor, vetëm kaq më thuaj, të lutem, profesor. Po e morën vesh atë, tu do rin prap Cantado ke kjo. Tu do rin ke Cantado do gëzoj ai boti e ke bë mirë atë. Jo, do gëzoj ai maksimum Dinamos. Gëzojmë, nuk është problemi. Me atë lojë? Po, dil pasaj tonën për analizën lojës dhe ke kosa dush për të rregulluar gjërat. Ore gëzoju fitores, normal. Gëzoju fitores, nuk ka gjë të keqe ajo. Problemi është se ti ke kaq vite që nuk e dal kampion, ke një detyrim madhor që ti nuk ke kohë për eufori. Ti ke vetëm kohë presioni. Ai qytet do të dalësh kampion. Nuk ka në mbledhsim ka ai qytet. Që do në vlerëson ato mezi po presin daljen e kampionëve. Ato më tepër kanë stres se sa kanë ato dëgjoje. Kjo gjë rregullohet vetëm stërvitja Osman. Po nuk rregullon zotrimin e topit. Po nuk rregullon tranzicionin negativ që i kap kollaj. Edhe kur kam fitu neshët, nuk e kam komandu lojnë, jo. Tu është zgjidhja. Zgjidhja është ke rregullimi i lojës. Stërvitje. Mirë, shohim pak në blog, Bujari nuk e kemi, po i kalojmë me shpejtësi, shohim në një moviol të hapur rastet në 3 ndeshjet që pam, fillimisht me Egnatia, Tirana Egnatia, mëtej një moment tek Partizani, me Elbasanin dhe mëtej rastet në Shkodër. Atëre ky është momenti i parë, që le të themi tu kanë dalë edhe projekcioni teknologjik i sistemit VAR dhe Qa është kjo edhe një? Okej, në rregull, vendimi i sistemit VAR, u korrigjova, Lerin, faleminderit. Jo, të pyeta, se kuptova vërtet. Po më qëndron markim 1-1 sot. Jo, nuk e kuptova. Nuk ka problem. Ky është momenti i parë. Momenti i parë që, okej, le të themi, ka dhënë sinjalin tani. Offside duke. Offside. Por si veprim teknik është shumë i bukur. Si veprim teknik mirë, por duket që është pak i... Ky është momenti i parë që, le të themi, si gol është i bukur, por ka kaluar mëtej në pozicion jashtë loje. Shkojmë... Dhe që themi ne, se s'duhet ta qisim në laf nga goja për derisa s'ka s'animo teknologjia. Ka dhënë vari këta, apo jo? Po, e ka dhënë vari. E ka dhënë vari. Jo, okej, në rregull, ndoshta... ndoshta nuk është prerë momenti vizës, ishte në kronik, starova, pa merak. Atëherë, shkojmë rastin tjetër, shkojmë në momentin tjetër, ky është offside, shkojmë në një tjetër rast, jemi gjithmonë te Egnatia Tirana, ky është edhe... Penaltia falur. Kjo është dhe penaltia e... Njëre majti jashtë, po e vazhdo dhe e falur. Kjo është shumë naive nga lojtari, sepse ai pa humbë kujtime. Ai ka lojtar për ballë. Ka lojtar për ballë. Si e fal penaltin ti? Është veprim shumë naiv, po penalti është, nuk ka gjë. Okej, penalti natyrisht e dhën nga vari. E dhën nga vari dhe jo nga arbitri në fush, ky nuk e lëshon në botë me vra fanellën. Gjatë mbajt. Jo, nuk e? Ecim tek rasti tjetër, shkojmë tek rasti tjetër, penalti e drejtë, kjo të paktën një episod. Një episod për të shohim një moment tjetër, që ka një pretendim, Tirana pretendon për një 11 metër kështu, por duket që durët e lidhura dhe nuk e shohim është moviol e hapur, nuk e kemi Bujarin sot, por okej.
Tani po më shumë mirë, Jo, po. ka dhe vëndin aty pozicionin. Ecim, rastin tjetër. Ecim rastin tjetër, por vëndin e ka, po Jari është me siguracion kasko. Shkojmë tek momenti tjetër, minutat shtes. Kjo është e Partizani. Shkojmë tek Partizani, një moment ku pretendohet për penalti, por edhe vetë i Zgandarli këtu nuk është se ka patur në i kontestim, që është rasti let, nuk ka pasur... është largu topin. Po dhe i vetë nuk është se ka... E shikon vendosin e kamës. Nuk është se ka patur një revolt apo një kontestim të fort. Vazhdojnë, shkojmë pak në Shkodër të Vllaznia Teuta, minuti në Shkodër, ashtu, minuti 6, goli anulluar pas marrimit aksionit, pra është momenti i golit që shnoi, pra qënë fillimet e pjesës parë, që në fillim në aksionet e para të ndeshjes, ky është goli që shnoi Teuta. Dhe këtu fillimisht u pretenduar për pozicionin e shlojë, më pas u homologua anullimi golit për shkak të një kontakti. Ka dhe një pamje tjetër. Lirim, ky është momenti që pretendohet që ka bërë faull te portieri. Kjo është pamje që duket. Okej, kontaktin se shikojmë ne këtu. Për mu kjo është Kontakt nuk ka. Për mu është Jo, faull. ne se shikojmë. Jo, nuk ka, Kjo është faull, është ndërhyrje me tak, me intensitet. Kjo mund të jetë ndërhyrje rrezikshme, por është faull. Nuk e lën portierin, se portieri shkon ke topi. Nuk e lën portierin ta godasi topin tamam. Ndërhyrja me intensitet. Më bind Mërgjyshi me këtë... profesor, ne Faull? tash juve na keni mësuar që kur bën sparkatën, s'duhet lesh që ta godasi topin. Starova si e lexon këtë rast, shikon kontakt. Ku shkon ke topi i pari? Osmani fjalë. Tash na keni mësuar që po shtrihesh sparkat mos e lejo. Po jo me tak. Spartaka me tak është faull. Po e bëjmë diskutim, ha? Po. Ja, është taka ngretur. Taka e ngretur. Ai shmang portieri kërcen që të shmangi intensitetin ati. Ka drejt ka e aty se kur ai hidhet me bo faul. Ndërhyrje Po forma si e ka po sparkatën, e ka ngrit pak atë të majtën. E ka ngrit, po. I është ngritur jo me qëllim, pa qëllim, po duket ajo që... Ka ngritur për të penduar topin. Arbitri me drejtot aty ti ke qitë takën, kupto? Okej. Ky është momenti u anullua goli për faull ndaj portierit. Shkojmë tek ka një pretendim për penalti për prekje me dorë, minuta 25. Shkojmë tek një moment i dytë për pretendohet për një penalti, po okej. Pak Ka në pozicion, nduket është Vila, sepse dhe kam partën. Nduket është. ky është edhe një moment. Ja. Ka prekje, po nuk është penalti. Tani, o ka prekje... Prekje me dorë ka, po dorë Qose ka prekje me dorë... është pozicion Po natyral. thuj se në gjithë me është pozicion natural. Dakor. Duket edhe arbitri e ka bërë me shem. Ecim. Shkojmë tek një moment shumë Dora është me interesant. gjithë me trupin, dorë i gara, po është në gjithë E në gjithë me trupin. Shkojmë një moment shumë interesant që kemi të bëjmë me dy të verdha. Me verdha e parë është kjo, natyrisht kemi të bëjmë me të verdhën e parë të futbollistit të Teutës, dhe mëtej e verdha e dytë Lirim ka të bëjë që vonohet. Ma lek të ta them Po. Po edhe para nuk qëndron si e regulore verdhë. në botë, më falë Mërgjysh, asnjë regulore në botë të futbollit që kur të ndrohesh duhet dalësh me vrap. Nuk ka regulore që përcakton, po s'dole me vrap... Kjo është e verda e parë dhe verda e dytë është që është vonuar. Të parën e mori ai. Po. E dyta... Edhe para s'qëndron për mu. Po pra, po ti po vonohesh me dalë, na dhe kartonin në dytë me karton të kuq. Po pse edhe këtë? Nuk ka logjikë. Prandaj ka reaguar dhe Renato. Renato ka drejtori I Teutës, po. Ka pasur gjithë drejtat e botës, si mund ta lesti me 10 vet, deri karton të kuq, ma dënon dhe dy ndeshje të tjera, një lojtar që pse s'dole me vrap nga fusha. Po çfarë lidhje ka kjo? Nuk ka asnjë rregullore që përcakton se si do të dalësh me hap apo me vrap nga fusha. Me që janë vene bujarit, dhe arbitri duhet menaxhojë neshën. Arbitri nuk është për të prish ekuilibrat në fushë. Arbitri nëse ai po vonon lojën, 70-30 sekonda më shumë, edhe nuk e pse bësh protagonist me ndonë kartona. Janë ca arbitra që i shoqërojnë. Edhe ndez atmosferën atje. I shkojnë me vrap e s'dit. Më shpejt, po. Kjo është e vërtetë. Ata dhe duhet përgëzuar, se kam mbajtur ndeshje shumë. Jo, përveç Se ka pas ka mush, Janë arbitra 3. e pas ka mush kokën me qumësh dhe i ka ranë shkenë. Po pra, kështë e pa nevojshme ishte kjo. përveç përgëzimit, aty e ka fut kot. Përveç Do përgëzimit. me vrapë, s'kom qep me vrapë, unë s'kom qep që avash avash. Dy kartonat kuq, është ngarkuar të uta me dorë dy. time. Lejohet avash avash. Kush nuk lejo? Leo, Parë edhe jashtë që nxjerr kush do e thotë Asnjëherë. para. S'ka Po shans. s'ka rregullore.
nuk ka rregullore. Tani, Po të nxjerr avash. e di si është Ma puna. vazhë, po. Po si, Ma vazhë, më shty minutat, po gjëse. 70 minutë më shumë. Po Të pse tëron s'kemi ti dalë parë në vrapu në grana. Së më detyron Jo, do. jam se dakord. detyron dot, absolutisht. Kemi bujarin Dhe tu, këtu po ma ngarkohet. kemi edhe shkujt do. Jo, s'është shkryt me di mirë. Ja, sot zvjen do të... Jo, na shan tani në televizor se na shef. Megjithatë. Tani, e di si është puna? Unë ngarku me 2 kartona të kuq, të uta pa pikë arsye. Me fjalë, vetëm arsye nuk janë ato. Përveç përgëzimit që Osmani bën për mbajtjen e ndeshjes, bravo qoftë për atë, nëse e meriton përgëzimet. Po këtu ja ka fut kot 2 kartona të kuq, ngarkon në skuadrën kot pa lidhje. Okej, mirë, këto ishin momentet e kësaj sfide, natyrisht do flasim edhe për 2 ndeshje të tjera, por nisim fillimisht duke ilustruar të paktën edhe me ilustrimet grafike. Starova, një ngërç po kalon edhe Dinamo, për i vërtetës. Edhe ajo është një skuadër në së fundmi mori një barazim në Ballç, po kalon një ngërç të tipit të mos prodhimit të pikëve. I duen pikët në mënyrë taksative, ka zbritur, ka rëshkitur në vendin e 5, kjo edhe për shkak një rëshkitje e letësh, se aty është 20-21, edhe për shkak të fitores të Utës në Shkodër. Rrezik Aslier Daja nuk ta shpjegot dot. Po, Sepse se i shoh gjithë lojtarët që janë në formë, sidomos ato të sulmit, njëri më mirë se tjetri, që luajnë shumë bukur, që shkojnë deri ke porta. Edhe kam përshtypjen sigur kanë bërë 25 gola. Nga që luajnë bukur Dinamo. Kur vjen puna që shoh këtu Dinamo 12 gola, ka i gjë që s'ka. Çfarë shkon? Po s'ka më, po që them që do kaloj shumë shpejt, do t'i kaloj shpejt, sepse kur gjithë zonat funksionojnë, kur lojtarët janë duke luajt, mos sot nesër goli do dalë, them. Kështu që nuk di çfarë them, këto janë gjëra që më mirë se i tregoj Lirdaja, edhe ai si thot do në publik, po. Sepse i referohem intervistës vetë, tash po të filloj thot të them që kemi dalë ka qerë para portës, do thonë që ato të Liri. Se ka dalë vërtet, Allah, pastaj aty golin e Bolitari nuk e bë trajneri. Mirë, dakord. Nuk të pyeta për të kryqëzuar Lirin, e kisha në total në prizmin që, ore, po ka ngërç, ka urime të madhe, e thash që përpara është dënuar të fitojë, nuk ka nga televizi. Kjo shpresë të pëlqen ty, po? Shiko, një gjë duhet vlerësu që ne shëm Ballç ishte vështirë për të marrë 3 pikët. Kushdo që të shkoj. Po, patjetër. Vetëm për Dinamo. Kjo është e drejtë. Për Dinamo. Ati po ke marri 3 pikë atje, aty pret bësh diferencën që ta lej Shkodra, ta lej tjetri, apo jo. Kjo është kampionati. Ore ky kampionatin e kemi thonë 2 javë të fundit, bile se kemi thonë shumë shpesh. Këto të 4 që janë këtu, ose këto të 5 ta quaj. Ore kush po pikë me këto këtu poshtë, se ma as i ven nuk i ke pikën se sigurta këtu, dhe këtu do bëhet diferenca. Kjo shumë të drejtë. Jo, kjo bën shumë sens, por të shtrëngon në javët që vjen që ta bën 100 fish ngarkesën e presionit për të marrë pikët. Patjetër më shush. Tani që të gjesh formulën e golit, domthonë ato që punojnë për ditët është shumë e vështirë, domthonë se ajo është që në fillim të cekën me lirimi që për atë luhet futbolli, për të bëu golin është shumë e vështirë që të gjejmë lojtarë që duhet të kesh lojtarë që të bëjnë diferencën për të bëu golin. Dinamo i kishte 2 lojtarë, Zabërgjën edhe i Tondon. I shiti ato lojtarë, nuk ka ato lojtarë me ato karakteristika që... Mo iku ajo të njëra. Po do të them që... Zabërgja po mbaron sezon e parë dhe një po nëse i referohemi dhe intervistave që ka dhënë Iliri pavarësisht se ka pas Guindon, gjithmonë ka kërku edhe prap ndoshta për klubin ka kërku edhe një lojtar tjetër, një nënç tjetër, një sulmues tjetër, sepse Ja, tasi me emra, është Farush, lojtar i ri, është i perspektivës, po akoma nuk është për momentin. Ose Berisha i diriu që jo i vjetri, e Kuran Berisha. Akoma nuk janë gati ose nuk janë lojtarë që mund të tërheqin skuadrën për të çuke goli. Po karakteristikat e lojtarëve të tjerë si Nani është lojtar. Bregu është nga fillimi deri në fund nga më të mirët. Bregu po, që është lojtar që lundë linjave, rrshqen nga brenda, Vila bën shumë volum, Nani nuk është lojtar që shkon ke goli, është lojtar linjesh më tepër që ka thellësinë, ka shpejtësinë. Pra funksionon si manovër, po mungon edhe pjesa rifiniturës për të bërë golin dhe kjo po bëhet problem sepse është bën ngërç, është bë 4 ndeshje, besoj pa fitore. Është shumë për Dinamo që ka skuadrën për dalë kampion, ka i gjithë kontingentin. Liri tash ka bërë ndryshime, ka i dorë nga Meksi dhe ai mbrojtësi majt Lorani ka futur. Ka qenë dëmtuar Lora, më duket. Po gjithsesi kanë ndeshje që nuk po luajnë, relativisht që ka dhe organik të plot, pra janë lojtarë që duhet zgjedhin ndërmjet tyre, i ka lojtarë të mirë, me thënë drejtën. Po
Po, dakord, e drejt. Po në i pik duhet me marrë? Po pa tjetër se dinëm për... Në rast se do të kishte garë, Pyetje bëra më. në rast se do të kishte garë, kush ekip luan më mirë, Dinamo do fitonte. Për këtë jam i bindur për opinionin tim sigurisht. E demonstroj në Shkodër, patjetër. Luan futboll. Po. Mban topin shumë, mirë po i duhen pikë. Se në fund fare pastaj i biqet ta marrësh topin ke shtëpia edhe mbahet. Puna është duhen pikët. Puna është Dohet edhe një ankesa psikologjike. po sigurisht duhet ta kapërcejë të. Ndërkohë që luan shumë mirë, ka trajnerin më të suksesshëm të Shqipërisë, shqiptar, më i suksesshëm është Ilir Daja, që ka dhe eksperiencë si fitues, ndërkohë që psikologjia ose bariera psikologjike e fitores ke lojtarët akoma nuk ka ardhur. Të gjitha janë të lidhura psikikisht dhe psikologjikisht. Nuk është kaq e thjeshtë. Pra, edhe futbolli nuk është se bëre stërvitit ti dhe shkove luajte. Do të kesh dhe psikologjinë, do të kesh edhe përgatitjen psiqike për të fituar, do ta kapërcesh barierën psikologjike të fitores. Dhe unë besoj që në rast se Dinamo do ta kaloj këtë prag psikologjik, atë të fitores, do të jetë skuadër pa përmbajtshme, se luan shumë mirë. Dhe loja e mirë gjithmonë të sjell në një garanci për të arritur fitoren. Tek Daja ka fiksim disa lojtarë. Sepse ashtu edhe i ka ecur, ashtu e ka ndërtuar punën e tij. Mirë po, nëse Loran ka mbetur jashtë, jo për arsye fizike, Loran për mua është një nga lojtarët më të mirë që ka Dinamo. Dhe një nga lojtarët më të mirë winger në Shqipëri. Edhe unë ati mendimi jam po. Po pra mbrojtës krau, apo jo? Po mbrojtës që të shtynë shumë. Po, si, të shtynë vjen fundore dorë për dorë. I shpejt, nuk e di. Që luan mund ta përdorësh edhe në Këto janë opinione, trajneri e di nga brenda se i ka për ditë atje. E Kurani e bëri detyrën e vet, e Kurani bëri goli me Splitin, historik. Mbyllim, po s'ka mos, luaj. Është historik. Ka për ty më. Bernardi, lojtar me shumë eksperiencë, që në momentet që ka hyrë duhet t'ja shpërblente skuadrës me gol. Vila po luan shumë mirë. Se ka preferu Daja Bernardi. Po pra po në rregull, po pra ato që është aktivizuar, se ka luajtur në minutave. Qefalia, grande lojtar. Qefalia nuk ka luajtur këtë neshi, po. Po, nuk ka qenë në formacion. Po është lojtar shumë i mirë. Pas mungesë. Dhe në këtë moment të fikë referuar dhe për të vazhduar dhe argumentim në lirimit, fakt është që të paktën deri në janar, që rihapet edhe merkato e transferimeve, të mos ketë një distancë pikësh, duhen pikët. Shko, është e vërtet kjo, se ne tani nuk mund të themi që si duhen pikët. Por unë do të them anën psikologjike më të vështirë kanë sulmuesit. Sepse detyra për një trajner është të nxjerrë skuadrën ose sulmuesit para portës. Po. Dhe po të shikosh Dinamon i krijon këto raste. Kjo është e vërtet. Jo, është dhe detyrë ta zgjidhë lojtarin që është më i aftë përcënuar. Nuk është vetëm çojti aty dhe kaq unë kam përgjegjësi. Jo. Edhe përgjegjësi për lojtarin që fut aty që të bëj gol. Shiko, ti mund të marrësh lojtarin më të mirë dhe lojtari nga ana psikologjike i duket porta si ku ti shkrepse pastaj. Po çfarë ti bën aty pra? Me një psikolog pra. Që në rregull, Dinamo krijon dhe shkon te porta. Mos harrojmë që dhe Dinamo ka patur dëmtime, nuk është e lehtë. Dita dhe Ali. Po gjithë kanë dëmtime, gjithë skuadra kanë. Jo, po nuk është e lehtë. Sepse ke dy lojtarë shumë cilësorë. Po skuadra e plotë ishte edhe me Ballçin, sido që. Me Ballçin jo, Ali ka bërë operacion. Po ti ishte lehtë shkoj edhe unë trajner ke Dinamo, po ishte lehtë. Shiko, mos harrojmë, Lirimi e tha, Starova të lutem. Çfarë duhet të bëj Ardi? Ardi? Ta shofi në është me optimizëm. Po, jo, për te... Ja, mas të ta japo... Jo, me një sekundë, po pistarov. Presidenti... Po jo qatë duhet bëndë, më them qatë duhet bëjë, Urbur. Lere qatë duhet të bëndë. Mos ndrysho kohën e foljes. Por ti vi radhës, fusi dorën gjep që të mojnë në rritar tjetër. Po nuk, se kur ka munguar me bo këtë punë? Po do t'vi prapë për kjo punë. Ore, qatë duhet me bo? Ja, kanë bërë gabim. Ta shi e duke folë sigur... Po të pys ty, po jo me jo po të pys. Për dhonë logari. Po jo për logarime, po të të pys ty. Qarë duhet të bëj? Qa du të bëjt fitosh neshën e radhës? Ta fitoj Ardit, luj Ardit. Gjithë neshën e radhës, ajo të qonë ke neshën e radhës. Pse ke neshën e radhës? Se o fitohën ka në psikologi, o rëndohesh më keqë. Ke ndeshën me Tiranën. Ikën në Vlorë. Ja fitore mund të lirojnë. Ke neshën me Tiranën, kundështari jo të Ignatja që është me 25 pikë. Ka flamurtari në shpi. Një ka përcim pikë, është një thellim distancë, fillot fut më keqë në krizë. Për ne, është interesante ke punë. Sigurisht që edhe Elbasani ka të forë, janë 4 këto që pretendojnë medal kampion.
Shofin njëna tjetër, se ato qiklisës, kush do shkëputët i fundit. Elbasani lume të utën. Në eshe fantastike, jam kurios që të ashit. Në Durrës, patjetër. Vora me Vllaznin. Vora me Vllaznin, Vllaznia është Vora Vllaznia praktikisht, po do luhet Vllaznia Vora, ha? Në djenin time, në konferencë luhet në Shkodër. Luhet në Shkodër Vllaznia Vora. Është Vora Vllaznia, po luhet në Shkodër. Në kalendar është Vora Vllaznia, por Berti i ka dhënë asis në momentin më të keq, ju ka dhënë gjithë dhe nga një asis, në aspektin kjo dhe për shkak të mos rekonstruksionit ende gati stadiumit. Përveç Elbasanit që e ka, dhe themi, e ka konkurent, e ka komshin kache. To tjerët jam në skuadrë që du më pikë. Kush do t'i marri pikë? Kush do t'i marri? Po bëjt njëtën pyetje. Jo, qarë zgjidhje kara? Ka Murtari, Dinamo Tirana, edhe Vllaznia Vora. Zgjidhje kush? Në rastin konkret të Dinamo. Atëre ngarkesa i bie pra profesori Ilirit. Për mua, patjetër, edhe ekipit. Për mua, Dinamo i ka të zgjidhura gjërat. Natyrisht, trajneri ka të drejtë kërkoj, si s'ka kërkuar një sulmues, unë jap drejt 100%, sepse ndoshta duke pasur një konkurrencë drejt për drejt një sulmues i mirë me ato që aktualisht luan ky Guindo në qendër të sulmit, duke pasur dhe rivalitet dhe konkurrencë, ndoshta do të ecim më përpara, po zgjidhjen e ka brenda grupit. Dinamo për mua i ka elementet. Trajnerin e ka, presidenti suport financiar pa pushim, atyre e ka zgjidhjen brenda. Duhet të kaloj këtë moment psikologjik të mos shënimit dhe të mos fitores, dhe të lirohet për të vazhduar më tej. Për mua, duke i marrë një nga një, edhe si kompleks, edhe mënyra se si interpreton lojën e futbollit në kampionatin shqiptar, Dinamo është të 4 më të mirat dhe pretendente për të qenë kampion. Po mirë, këtë e dim është bën sens, prodhon futboll. Në Shkodër ishte një, në temi, pa drejtësi rezultatit fushës, se okej, për aq sa luajti si luajti. Fakt është Staroba e ceku pak, shtohet presioni, vjen Tirana, mas Tiranës ikën në transferte në Vlorë. Po këto janë. Ky është kampionati, dakord, por për mua ka forcë. Ka forcë. Ka forcë. Për mua ka forcë, mjafton që t'jenë më të grupuar, më të organizuar dhe më besim plot për të vazhduar rrugën drejt një fitore. Një fitore e menjëhershme ka derbin me Tiranës, po ti derbi vogël. Po, derbi vogël. Këtë fat këtë gjithë skuadrën mos këtë dëmë. Staroba, ato puni ti trajneri dhe ti je shumë sensibël tu, po mos ndoshta i duhet dhënë besim edhe disa lojtarëve të tjerë që janë aty tek Roza. Kjo besim e granë. Mirë, me granë. Do folë për donë besim e kështë për trajnerë. Po kur them që janë specialista më mirë Shqipëri të të gjithë mos trajneri. S'ka pun trajnerë, trajneri i kej mashallah. Po kujtë se ka dhe? Problemi është kesh, përmenem gjithë ato anë pozitive. Duhet të lusin zotin mos kënë dëmtime, që ideja është gjithmonë, skuadra është e shneshme, kur luin më të mirë, kur janë gjithë gatshëm. Këto... Okej, mirë, shofim një moment që ka qenë deciziv vendimtar tek Ballshi, Bylis Dinamo, të shofim një vetëm moment ka qenë tepër interesant dhe që realisht me çekimin e sistemit VAR për Dinamo po gjuajti, topi po shkonte drejt portës, është penguar këtu, është pretenduar për 11 metrash nga Dinamo, nuk kanë qenë të këtij mendimi skuadra e arbitrave. Natyrisht Dinamo nuk është se ka qenë asnjëherë në lëmin dashamirës të arbitrave, por fakti është që ky është rasti. Ky është rasti për ta parë. Bujari nuk e kemi. Ky ka penguar topin për të shkuar. Mua si Gert, me sa kuptoj unë, më duket më shumë penalti. Me sa kupton apo sa e shikon? Me sa kuptoj. Me sa kuptoj unë, natyrisht. Se si kupton ti për shumë? Më duket se me sa e shikon jam dakord, po me sa kupton. Po sepse e kuptoj në bazë të asaj që shikoj. Se dalloj ka prekje me dora, ka prekje. Kamera dora është gjithmonë duhet. Dora është pozicion natyral apo nuk është natyral? Juve bëni metaforë, po unë. Jo, me jeta më me theti se na dolën shteg. Dora është pozicion natyral apo jo, këtë më thuaj. E shohim pra? Po ka të prekje me dorë një herë, se ta Po nëse i ka ra topi ke dora. Do të thonë gjë, po është dora njët me trupin. Tani po bëjmë nga pak pregjen, edhe pse pregja nuk është se do... Ja lëm pregjes për javës tjetër? Jo, nuk ja lëm për pregjes për javës tjetër, se javës tjetër ka sikletet e tjera pregja me javën në vazhdim. Unë të njësim nga pozitive që si gjova as dajnë as njeri që thotë është penalti. Kishim rast për ta fitu në eshen gjithë se si tha dajnë. Unë them që nuk i ka randor. Po,
Jo, A shumë se po duket. tjetë Klama Rozo, Ose do dilte. nuk ka të rëne që se tot atë. Do kontestonte. Për mua është Presidenti shumë Ballçi do dyshim, dite. duhet kishim edhe një kënd Pa, bra, po, nga mbrapa portës për ta E pra, parë. po gjithmonë rri një kamerë tu ku është ky lojtari që po bën xheme, po se di. Po ekipi, si thatë jo, ekipi gjyqtarëve, se vërtet janë bërë gjyqtarët sa një ekip futbolli. Skuadra e gjyqtarë. Skuadra, Sepse vari me fushën janë të... Sa një skuadër futbolli janë bërë ata. Janë, Pesë janë aty poshtë, 4 Jo, janë këtu larg. ky ishte një moment që referuar kësaj. Mua, unë përpiqem të dalloj që ka prekje topin në dorë. Pastaj, Po problemi është më duket dora në pozicion natyral. ky është rasti. Megjithatë, nuk është se ky është rasti i cili nuk është se Dinamo e nxori violin të parë këtë rast për hir vërtetës, faktin, por ne për ta përcjell e publikun dhe Po të kishim bindë nuk çdo trajner në botë, çdo skuadër në Po, botë. ne nuk e ndryshojmë do të sulle të themi çfarë dom. Ajo ishte një prekje me dorë, ai nuk e ka parë të arsyeshme për penallti. Ne as e kthejmë dot, as e bëjmë dot, Jo, po të vjesë, ta s'kam se mërzitem me ne, duhet ajo është e prekur me dorë, ai se ka dhënë. Nëse është Ashtu e ka me menduar. dorë, duhet ta kthej, duhet ta thresë varri atë. Edhe ajo pozicion e dorës ishte për që penallti, thatë ose ju, tresi që vari. Dinamo nuk është se është e preferuar për fituar 11 metrës, edhe kjo është e vërtet. Edhe Ballçi nga ana vet, Bylisi ka pasur shumë problematika. A lyt mirë. Po, ka pasur problematika me gjyqtarët në ndeshjet e përparshme, kështu që se di çfarë të them. mirë. Flasim pak edhe për Vorën, Starova. Vora që në fund të ditës shkon merr dhe pikërisht në atë grupin e ekipeve, shkon dhe merr pikë në Vlorë, siç bëri Tirana, në një mënyrë apo tjetër, le të themi, i la flamurtari 2 pikë, por Me thonë, ka marrë një pikë, është pak me thonë, sepse ka marrë shumë pikë me atë, ka marrë moral, ka thonë që ky vendi imi këtu nuk bi poshtë, konkurenti direkt në transfer, ti marrësh pikën, po duke luajtur futboll, se Vora luan futboll. Edhe ka qenë një ndeshje shumë simpatike. Për kur nuk ke kështu emocionet e njeriu që jemi një skuadër dhe bën tifozin, po kur je në rolin e specialistit që ke qef shohësh futboll, dy ato skuadra e fundit dhe kjo e para fundit lirim. Jo po element neshe. Edhe bravo qoftë Vorës që se Flamurtari i ka çdo neshe ka si finale për të dalë nga kjo gjendje gosh. Edhe vazhdon lojrat e mira të Vorës them. Më shumë se pikë. Vora nuk është më surprizme. Nga ndeshje pothuajse po spikatin lojtarët e rinj që ne i kemi përmendur. dhe mos harrojmë që ka bërë një fazë jashtë, thuajse. Po, gjithë ato neshe. Gjithë neshje jashtë. Me Partizanin jashtë, me Durrësin jashtë, me Shkodrën praktikisht jashtë. I bija 6 tash me gjithë dazin. Për fazën e tretë. Që ti boj fazë tretë. Edhe kjo me flamurtarin, kam përmendur- i takon të tralonte vetë në shpinë e vetë. Kjo ishte... Jo, kjo ishte po. Kam përmendur dhe herë tjetër mbas Me Tiranë, me Partizanin, me Shkodrën. Sepse Vorën e kam ndjekur sa herë që luante jo në fushë sintetike, te sa ka patur probleme te fusha sintetike. Sa herë që ka luajtur jashtë, tregonte futboll më të mirë. Dhe po ta shikosh, është vërtet, shprehet më mirë. Shprehet mirë fushë natyral. në fushë edhe e them më mirë ta zgjasin edhe i çik presidenti. Mund të ketë më mirë ta Kjo dhe ne arsye tjetër përveç asaj. Që e sulmojnë, kjo i sulmon, ndryshon, shtohet përgjegjësia kur fushtatet duhet fitoria. Fitoria mund të çojë që të hapesh. Mund të jetë lidhë edhe me këto. Presioni është ke ekipi vendas, po. Atan, mund të thuash që për mënyrën si shkoi loja, i la Vora 2 pikë, jo Vlora. Po, them që meritonte... Diçka më shumë. Diçka më shumë, jo vetëm se për atë që dhanë loj, por është rritur skuadra psikologjikisht. Do të thotë që skuadra ka besim tek vetja. Do të thonë, atë që besim që ka pas stafi e ka transmetu dhe Vora që kur është nisë kampionat, do të thonë, e kanë ditë që do bëjnë surpriza kjo do jetë, që do jenë skuadra i do jenë në mes të tabelës. Dhe këte e kanë kërkuar që vetëm pavarësisht se tash gjithë skuadrat ankohen për organikën, për kështu, por mos harrojmë që edhe Vora është menu që të luajë me nuk e ka pas Tabaku në dispozicion, tash është rikthyer, që është Ka mungesa dhe ajo, pra. Ruzgis, që domethënë për një ekip si Vora, kur përmend Dinamo ose Partizani, lojtarë që mungojnë, Vora i ka patjetër që i ndjen shumë. I ndjen më shumë. Dhe Hasa, një lojtar që e humbi në fillim të kampionatit. Por Vora
ka kriju besim, ka një lojë të rrjedhshme, një lojë me logjik, shfrytëzon mirë aftësitë e lojtarëve që ka, sidomos shfrytëzon mirë Kasallën që mund ta përdor edhe si 10, por edhe si ekstrem dhe majta. Kjo për meritë edhe të Bellajt, ë? Po patjetër, patjetër. Profesori një më mirë, pothuajse 3 vite janë pothuajse mbi 7-8 lojtarë që kanë qenë aty. Po, dhe kjo është një armë plus, Kjo është një armë plus që ata e njohin shumë mirë, trajneri Bellaj është viti 2. Po, që po punon atje, po, e vërtet. Dhe shika Sada është një javë po, një javë jo, lojtari më i miri. Po, është një lojtar që hera parë që lunë superiore, lojtar që ka personalitet, lojtar që ndërvjedhet, me këmbë mira, teknik mirë. Është një skuadër që ka përshtypjen, nuk e ka bërë kur një ndeshje me formacion të plot. Të paktën në rozën e fillimit. Dhe kjo një Meritë e stafit. dhe ti shtosh pas edhe vështirësinë tjetër që kanë luajtur jashtë fushës, se sidomethënë mund të kenë probleme nga bari sintetik, por Ku është ndryshimi? Të gjitha skuadrat janë kompakte në fazë defensive. Po kur janë sulm të lirim, jo me i shef me 4-5 veta më në 16 për e mbushin zonën, kjo është arrin të sigurojnë lojtarë shumë edhe kur janë sulm. Kjo nuk është një skuadër që rrim mbrapa dhe po themi se nuk futboll bukur. nuk luan vetëm me tranzicionet pozitive, por luan edhe me logjikë dhe me sulme graduale dhe kështu. Dhe shfrytëzon dhe shpejtësinë e Bardhit. Pra Bardhi është një lojtar që ka shumë akselerime të mira, shpejtësi të mirë dhe që të shkojnë lojtarë të ndjekin Bardhin në zonë, duhet të shkojnë 3-4 lojtarë që kur hudh topat Bardhin. Po Vrapi po luan mirë gjithë. Vrapi është Për thotë Zalla, ka trajneri i parë, gjithë janë rregull. Kështu që them tash edhe janë bindur dhe vetë që janë tafë për të përballë me çdo ndeshje. Pra, vorën po ta shohim edhe me Ignatin që e ka humbur ndeshjen, po edhe me Dinamon, ka qenë lojë, ka pas shanset e veta, edhe me Barazu lojën, edhe mos me humbë edhe me këtë skuadër. Mentalitet që është futur edhe nga presidenti, edhe nga përkon presidenti, trajneri, gjithë që Ndikojnë me pa gjithë, futboll. po. Nuk është se interesohen vetëm me marr pikën. I duan pikët dhe qëndrimin, realizimin e objektivit nëpërmjet lojës mirë. Bertit i dhejmë në sytë po ta shofi skuadrën që mëzi dalim sulm. Kjo Do që të futboll. është e vërtet. Do me pa futbollin. Dhe ka mundur Elbasanin brenda në momentin më të mirë të Elbasanit. Që do mos me... Kjo është e vërtet. Ka mundur Elbasanin në momentin më të mirë të Elbasanit brenda. Kjo është e vërtet. Rezultati ishte i paparashikuar, këto janë gjëra që ndodhin në futboll. Po i ra për ise që të ndodhte Elbasanit, po vora i rrezikon të gjithë. Nga mënyra si po luan, nga ajo që unë po dëgjoj, dhe nga ajo që kam parë, mund të ndodhi çdo lloj skuadre me vorën, sepse të bën atë befasin që Sarova e Teku që të vinë me njëherë 4-5 në zonë për të realizuar golin. Kështu që tregon që kanë një mentalitet ofensiv edhe me ekipet që janë më lart në pretendime në investim në përbërje janë më lart, Elbasani është më lart, po ta pranojmë të. Edhe pse është më lart, përsëri këta konkurrojnë me dinjitet dhe e meritojnë superioren. Kjo është fjalia më e rëndësishme për mua për Vorën. Vora e meriton kampionatin e superiores. Një skuadër që po i përgjigjet me dinjitet këtij niveli që ka superiore shqiptare. Dhe ka 2 malore të forta me Shkodrën, që të paktën në informacionet e mia është vendosur të luhet në Shkodër, marrëveshja, dhe më tej shkon në Rogozhin me Ignatian, brenda 7 ditëve. Me të dyja këto në fazën e parë se ka bërë ndeshjet më të mira. Si në Shkodër, edhe pse u mund 2-0, po. Po ka zhvilluar ndeshje shumë të mirë. Unë e thash edhe më përpara, nuk e shikoj fare surprizë, duket sikur Vora ka vite në superiore. Sigur është për 7 në superiore. Është përshtatur me superiore. Për ta parë se çfarë do të bëjë java e ardhshme superiores, do të ndahet mes 2 ditëve, do të ketë mesjavë, ditë në mërkurë dhe ditë në enjte, 3 ndeshje të mërkurën, Partizani Bylis tek Arena e Demave të mërkurën në 16:30, mëtej Teuta Elbasani në orën 16:30, po të mërkurën në orën, pra një ndeshje kjo delikate në Durrës. Dinamo City Tirana, një sfidë kjo që praktikisht me të gjitha gjasat, nuk di nëse do konfirmohet, por referuar orarit do të luhet në Air Albania, nëse i referojmë këtij orari në orën 19:30. Ditë në enjte Vora Vllaznia do të luhet praktikisht në Shkodër, derisa të bëhet konfirmimi zyrtar në orën 16:30 dhe Ignatia Flamurtari në 16:30. Ky ishte programi i mesjavës për superioren. Faleminderit Suleman Starova, Artan Mërgjyshi, Lirim Zalla, Tefik Osmani. Gara vazhdon, kampionati ecën, skuadrat janë aty të uluritëra për pikë, të shohim se kujt do t'i rishkas këmba. Miru pafshim.